Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Pik. Qëndroni me ne në këtë emision për tu trajtuar deri në themel disa prej çështjeve mjaft kryesore. Temat që shqyrtojmë lidhen me produktet ushqimore që kemi mbi tryezën tonë e para, siguria kibernetike, ku Shqipëria me sa duket për herë të parë mban vendin e parë në botë, çfarë do të thotë kjo dhe sa duhet ta besojmë këtë gjë, e për të ndalur pastaj tek një ndër problematikat që e hasim çdo ditë në edicionet e lajmeve, teksa ndjekim në kanalin tonë të preferuar. Pse e them këtë gjë? Sepse sa herë që vjen gushti, e njëjta këngë dëgjohet në viset shqiptare. Zjarret, angazhimi, forcat, mungesa e pajisjeve, investimet hera herës që duhet të bëhen, kalimi i përgjegjësisë nga një departament tek tjetri dhe mbi të gjitha, në fund mbetet pas vetëm hiri dhe më shumë thashë theme se çfarë do ta pasojë atë vend të shkrumbuar tërësisht. Çfarë ndodh konkretisht me Shqipërinë tonë? Çfarë ndodh me ne në formën e të menduarit dhe në formën e të akuzuarit dhe sa përgjegjësi mbajnë personat që direkt e shkaktojnë këtë gjë në territorin e vendit? E diskutojmë Savion me ekspertin e pyjeve që mbashkohet në studio, zotin Ramiz Metaliaj. Faleminderit që pranuat ftesën, zoti Metaliaj. Dhe gjithashtu për çështjet juridike dhe çfarë pason pas një zjarri të rënd dhe dëmeve të shkaktuara, qofshin këto materiale apo më shumë që urojmë mos të ndodh, kemi avokatin Gülsem Zhllima që në bashkohet. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët. Zoti Metalia është e udhës të nisim bashk, sepse me sa duket ne kemi mbetur vetëm në rastin e bilanceve sa herë që ndodhin ngjarjet. Por unë të paktën e mbaj mend që në 10 vitet e fundit muaj gusht ka qenë një muaj i rrezikshëm që nëse dikush do e kishte menduar që në janar, me siguri do ishte më pak se kaq. A ndani të njëjtin qëndrim? Natyrisht që muaj gusht për shkak të kushteve atmosferike është më i rrezikuar sepse thatësira, mungesa e rreshjeve ka filluar që përpara dhe vjen një moment që temperaturat e larta, mungesa e lagështisë në ambientet pyjore favorizojnë shumë zjarrin. Natyrisht që po të kishim menduar që përpara për këtë ditën e vështirë, pasojat do ishin më të pakta, do ishin më minimale, por si zakonisht në vendin tonë transmetohen bëhet thjesht propagandë, nuk merren masat në kohën e duhur për sidomos masat për parandalimin e zjarreve, pastaj masat për shurje lënë shumë për të dëshiruar dhe çdo gjë e zëvendëson propaganda e shpëtuar me bëmë të tjerë dhe në fund kemi sipërfaqe të djegura, prona të shkatëruara, për fat mirë jetë njerëzore nuk ka këtë vit, por ka ndodhur vitet e tjera që ka pasur edhe humbjes njerëzore për zjarr. Kemi ende herë dhe uroj që të shkojmë deri në fund të këtij sezoni në këto kushte. A mund të bëjmë një ndarje të përgjegjësisë, jo fajit, në forca burimesh njerëzore, pajisje të munguara, mjete të amortizuara apo inekzistente në shumicën ndërmuese? Kam folur shpesh për këtë temë, domethënë në seminare, workshope që organizojmë edhe në Fakultetin e Shkencave Pyjore ku jap mësim, ku ne prej 20 vitesh kemi futur në programin e fakultetit një lëndë me zgjedhje që quhet mbrojtja e pyjeve nga zjarri, në mënyrë që inxhinierët e pyjeve që dalin të kenë një uri sa më të kompletuar në këtë fushë. Por problemi kryesor në vendin tonë është në radhë parë organizativ dhe strukturor. Strukturat ju shikoni që ndrojnë shpesh, sa ndron një qeveri, ndron struktura, emergjencat civile ishin një farkohë strukturë e Ministrisë së Brendshme, tani janë e Ministrisë së Mbrojtjes, kompetencat ndryshojnë, hapet një agjenci e madhe, pastaj zvogëlohet, zëvendësohet nga agjenci tjetër ose mbivendoset me një tjetër. Shërbimi pyjor tashmë ka kaluar bashkive dhe nga gjitha këto eksperimente që janë bërë të paktën në 20 vitet e fundit, mendimi im personal ka qenë që të kthehemi përsëri tek organizimi më parshëm që nuk çalon tek kaq, çalon edhe ai me drejtori qendrore të shërbimit pyjor dhe gjithçka tjetër në varësi të saj. Mendimi im ka qenë që tani ka ardhur koha që shërbimi zjarrfiks urban ta ndajmë nga shërbimi zjarrfiks i pyjeve. E kanë shumë vende kështu. Shembulli më i mirë është Turqia. Domethënë gjitha mjetet që ti kesh dislokuar në zonë pyjore, ti kesh të gatshme. Dhe ajo që është më rëndësishmja të fillojmë, sepse s'kemi filluar akoma me ndërtimin e rrjetit infrastrukturor në pyje, të rrugëve auto,
që mungojnë totalisht ose janë shkatruara, dhe pastaj organizimi i mjeteve, organizimi i zjarrfix i shkputur nga shërbimi zjarrfix urban. Kjo është më e rëndësishme. Kjo nuk bëhet duke qenë pyet pranë bashkive siç janë tani. Do një organizim strukturor qendror, një strukturë qendrore të organizimit të shërbimit pyjor, varësisht cili të jenë gjitha këto shërbimet e tjera. Keni parasysh, zjarri është situatë lufte. Zjarri është situatë lufte, nuk mund të ndërhysh i çarmatosur, nuk mund të ndërhysh i çorganizuar, duhet të organizohesh mirë, të jesh shumë gati, shumë i gatshëm, dhe kur vjen puna a e përballon apo jo. E qartë. Ajo që vum re në zjarrin e fundit në Krujë ishte lëvdata me të drejtë e atyre heronjve që u përballën me flakët për gjatë gjithë natës, por nuk munguan gjithashtu edhe në formë paradoksale nxjerrja në pa e mjeteve të amortizuara shumë të vjetra që nuk mund të ngjisnin dot malore, ose në rastin që e ngjisnin ato mendime në një tjetër mjete që e tërhiqte nga pas, duke që gjysmën e ujit që mbanin në depozite derdhnin pas. Është sufishencë apo keq përdorim? Edhe në këtë fushë, si në fushat e tjera, ne nxjerrim heronj. Çfarë janë herojt e sotshëm? Janë disa njerëz të cilët përpiqen me vullnet, me pasion, me dëshirë, me sakrificë ta bëjnë punën që kanë marrë përsipër për ta bërë, pavarësisht se nuk janë të trajtuar nga shteti, nuk janë as të mirë paguar, nuk janë as të pajisur me mjetet e duhura. Unë shoh shpesh me arsyeën e specialistit njerëz që ndërhyjnë në frontin e zjarrit, që nëse zbatohen tamam legjislacioni, ata njerëz e për të tyre duhet të arrestohen, sepse zjarri është në një situatë ku mund të rrezikojë jetën e tij. Dhe prorë nuk mund ta çojmë varësin e tij në një front ku i rrezikohet jeta. Kjo është shkelje flagrante e rregullores dhe duhet dënohet. Një qartë. Dhe shumica e njerëzve që ndërhyjnë për zjarrfiksit, punës shërbimit pyjor, punës lokal që dalin banor vendas që dalin për shur zjarrin, ose të tjerë ushtarë që merren, ata që merren për shur zjarrit, ata ndërhyjnë me veshjet e zakonshme, nuk mund shkosh para zjarrit me këmishë me pantallona. Nuk mund shkosh para zjarrit me një shkarpë në dorë që të përpiqesh ta shuash. Jo, ai që çon aty, ai ka përgjegjësi penale. Ti duhet të jesh minimumi i veshur me kostumin mbrojtës, me helmet, me mjete për shuarjen e zjarrit e tjerë. Pra edhe kaq nuk është bërë deri tani. Prandaj nuk ka, ata quhen heroj dhe janë vërtet herojnë sepse ndërhyjnë në këto kushte. Por mungesa totale mjeteve të ndërhyrë, mjeteve personale të zjarrfiksit, por edhe mjeteve të shuarjes së zjarrit, të kamionëve, të mjeteve të tjera e kështu me radhë është shumë e theksuar. Pra, ato jo vetëm që duhet t'i kesh, po duhet t'i provosh her pas here a funksionojnë ajo, duhet t'i kesh në gatishmëri dhe themi si në orë me Bashkimit Evropian, sepse qeveria jonë thot me të madhe kemë firmos kapitull, nuk ka kohë me të lartë se 1 orë e gjysmë për shkuar nga zona e dislokimit në vatën e zjarrit në shtetë Bashkimit Evropian, dhe po synohet ulet kjo kohë, dhe me thanë maksimali është 1 orë e gjysmë, që nga momenti marrjes sinjalit që shpërtheu zjarri në filan vend, nga ku je dislokuar derisa të shkosh atje dhe të fillosh punë, nuk duhet të kaloj më shumë se 1 orë e gjysmë. E qartë, të njëjtën në rrugë bëri edhe zjarrfiksja e Peqinit, por ngeci në fushë Krujë se nuk mund të gjiste dot malore. Zoti Zhllima, profesori përmendi me shumë të drejtë heronjt që i duhen kaq shumë këtij vendi, frymëzojnë kaq shumë ata që e shohin nëpërmjet rrjeteve sociale apo mediave gjatë përditësimit të tyre. Por për të ekzistuar heronjt duhen patjetër të ekzistojnë dhe kriminalët. Si është e mundur? Pse ne, ky popull që çdo vit e përballet me të njëjtën situatë, nuk mësoi që me zjarrin nuk luhet dot aq kollaj? Tim realist me ju, kriminal më i madh të japësh 4.3 milion euro për një këngëtar dhe të lesh në mëshirë të fatit një zonën turistike, zona turistike të cilët kanë nevojë për mbrojtje dhe parandalim, do thoya nuk është një qytetar i thjesht i cili procedohet për arsye shumë të ndryshme kur nuk kemi
dëshmitar të shikojmë a është e vërtet, a është ai apo jo, apo është krijuar një statistik, dhe për mua kriminali më i madh është ai që i cili abuzon me buxhetin e shtetit duke mos bërë politika mjedisore, duke parandaluar, duke trajnuar dhe duke dhënë buxhet tek zjarr fiksi, duke dhënë buxhet tek njësia vendore, duke dhënë buxhet tek universitetet të bëjnë trajnime dhe shumë institucione të tjera të cilët janë në një situatë parandaluese, dhe sepse në rast se ne shkojmë te fakti konkret kriminal dhe penal, sigurisht do të ndëshkohet. Po tani ne si shoqëri çfarë përfitojmë nga dëshkimi? Thjesht se një person do ta fusim në burg ose më shumë taksa se do futet në burg dhe prapë përsëri shteti do të shpenzojë, në vend të shkojmë dhe të themi çfarë? Ne si shoqëri duhet të ndërgjegjësohemi që dhe të reagojmë dhe të ndëshkojmë keqeverisjen, politikat jo mjedisore, të cilët nuk kanë ndodhur asnjëherë këtu e 13 vite që është nga kjo qeveri, dhe në fund fare kjo qeveri bëhet viktim, por protagonizmi i saj është kryesor kur do të tregojë sikur ka gjithë infrastrukturë shtetërore. Tani lind pyetje e thjeshtë, ju e pat shumë mirë që u erdhi në ndihmë policia e shtetit për sa i përket ujit. Jo më institucionet të tjera të bashkisë. Tani ky tha, do shkri bashkit nga 61, do të shkri 46, lind pyetje shumë e thjeshtë tani. Ti këto 46, si do ndihmoj bashkia në rast se ka një problem në të ardhmen këto bashki që ti po i shkrit? Sikurse zoti Mazniku më tha që do mbeten strukturat e qyteteve, sigurisht se kanë qenë më parë. Nuk ka. Le ça thënë. Kjo është çështja që edhe ata vetë nuk e dinë se si do ja aplikojnë deri në fund kërkohet. Ngjarja në Krujë tregoi qartazi që nuk ka infrastrukturë një gjysore, 40 minuta. Jo më ti të thuash tani në Puk, apo në Kukës, apo në Shkodër, apo në Gjirokastër që i linë në mëshirë të fatit. E ke parë në zonën e Dropullit që ka vazhdimisht, aty ka gjëra, ka flak vazhdimisht, i linë në mëshirë të fatit. Ishte ministri atëre ky Vegu, po, edhe kur tha çfarë do bëj flakë, kur të shohin tani se s'kem çfarë të bëjmë ne. Pse? Sepse ti kur jep 4, po, kur kredi këti 4.3 milionë euro edhe ja dhuron një njeriu që as të solli asgjë në buxhetin e shtetit. Mirë, edhe si kur të sillet diçka përsëri këto nuk di çove aty ku duhet. Pra themi që morë 10 milionë euro, po. Shkoj, blej me aparatura. Zoti Zhlima, nëse më lejo. Kush të ka ndaluar? Për promovimi përdorëm 4.3 milionë euro. Po për promovimin një person që erdhi me u morën me këtë çështje gjerë gjatë sepse ai erdhi me duar në xhep, erdhi dhe ne i dham lek atit sikur ajo ishte nevoja jon. Sikur ne kemi kaq shumë pasuri dhe kemi kaq shumë shteti pasur, se sa s'kemi ç'sa të bëjmë, them, hajde edhe ti sepse na erdhi në duar në xhep, edhe pat sa arrogant ishte ai, as i jepte fare njerëzve. Ne ato e njihnim, nuk është se duhet të bënte përshtypje se unë aty e njoj, po aty e njoj ta jem realist me ju. Jo, aty e njoj ta situatën dhe ku jemi. Pra, kur ti fton një person që është arrogant, dhe ti po politika arrogante në mes sezonit turistik dhe në mes sezonit ku dihet që zjarrvënia nuk është thjesht vetëm në aspektin kriminal, por është edhe në aspektin e studimit kriminal të organizuar të sofistikuar. Pse? Sepse ti ç'a bën? E djeg sot dhe pas 3 vitesh shko merr tek ai që do t'i japësh votën me lejen e ndërtimit. Jemi mësuar në këtë skenar. Kush është kriminali këtu? Ai që e bëri me dashje pa dashje, sepse ka dhe raste që kanë bërë zjarrvënie, po nuk ka qenë me qëllim. Ka qenë nga pakujdesia. Jo, zjarrvënia është gjithmonë me qëllim. Tjetër gjë se parametrat pastaj janë po ka edhe njerëz të cilët nuk është të bëjë me qëllim, po në praktikën europiane njihet një praktikë të tillë në Europë dhe më gjerë, edhe në Turqi e kanë pasur që zbatojnë që sidomos kur kemi sipërfaqe pyjore djegura pranë qyteteve që mund të jenë potencialisht troje për të hapur troje ndërtimi, menjëherë bashkia ose qeveria ndërhin kush i ka kompetencat dhe këtë zonën e djegur e shpall të automatikisht nuk do ndërtohet. Pa prekshme, nuk do ndërtohet dhe fillon përsëri fillimi i saj nga e para. Do ta provojmë këtë, nëse do qeveria ta bëjë këtë punë. Kjo në këtë vende ka ul rastet e zjarrvënies qëllimshme disa herë më poshtë. Sepse njerëzit e kanë humbur shpresën se duke djeg mund të hapin trojën ndërtimin. Nuk ka shans. S'ka shanse dhe kështu është. Për Turqinë apo Shqipërinë? Turqinë flasim. Po themi për Turqinë tani, jo profesori, po ti e përvojë se si mund ta bëj ç'a bëhet këtu. Kjo ka ndodhur. Zoti Zhlima ndoshta dhe se din, prandaj le të dëgjoj. Ka ndodhur në Stamboll, ka ndodhur në disa qytete franceze e spanjolle, ka ndodhur kjo. Pse duhet kemi parasysh diçka që Shqipëria hyn në hartën e vendeve mesdhetare. Vendet mesdhetare janë zona që
çfarë do masa që të marrësh zjarre do kesh. Domethënë janë zona që janë zakonshme. Zjarret në pyetje janë zakonshme. Po profesor, prandaj nëse do ishte një rrugë aty mes pyllit, duhet ta shtojmë vëmendjen në këtë mënyrë. Ne na ka gjithë kjo kohë, ngryhja globale po avancon tej parashikimeve të shkencëtarëve, po avancon me hapa akoma më të shpejt, dhe rrisqet po shtohen. Po ne duhet të esnim me hapa normal, ndoshta do të afroheshim pak, po me këto kushte që janë krijuar tani, hapat duhet të ishin edhe më të shpejt, edhe më të mëdhej, që të arrinim kohën. Megjithatë vonë nuk është, po të fillojmë të ndërtojmë, se ato gjithmonë e kam thënë, rrugë pyjore kanë kosto, po jo kosto shumë të larta, jo kosto që dhe të fishohen kushtet të autostradave tona. Patjetër, sepse nuk kërkojnë ato lloj standardi. Kilometër rrugë 20 milion euro. E harruam, do arrim si komë. Çdo bashki të ketë disa mjete në dispozicion, të furnizojë me karbon dhe të fillojë të hapë rrugë pyjore, ose le ta ketë një ministri dhe t'i vërë vetes një qëllim të tillë profesor, nuk është aq e pamundur. Po kanë ministrinë e mjedisit. Pastaj gjithçka është më e lehtë. Ministria e mjedisit vetëm sa orienton politika, nuk bën asgjë. Po i vetë lëshole asgjë. Fermos shkresën, as vetë. Ministria e mjedisit në momenti që hoqi klauzulën e ligjit për të mos ndërtuar në zonat e mbrojtura, Ministria e mjedisit për aty e mrapa shkrirë, nuk ekziston. Po kush ja hoqi? Kryeministri. Po jo, po ministri pra. Do normohet që në atë moment ti mos thuaj që kam ministri mjedisi. S'ke ministri mjedisi. Jo, pra, jo duhet thjesht qytetarët që na dëgjojnë. Duhet kemi parasysh diçka kur themi që me ligje vendosen, me ligje hoqën, duhet të shkojmë edhe tek burimi se kush e bëri, sepse nuk mund të themi e hoqëm dhe e vendosëm nga Zoti. Kjo nuk ndodh. Kjo ndodh që kjo ministri nga 2013 deri më sot ka në drejtim politik Edi Ramën. Edi Rama ka marrë si iniciativë që t'i heqë gjitha kompetencat, po ke mundësi të gjithë institucioneve që të kontrollojë ai gjithçka, sepse ai është edhe kryetari i Këshillit të Lartë të Territorit. Pra, të gjitha këto ju e shikoni shumë mirë se si ky njeri ka marrë të gjithat e pushtetin duke vendosur njerëzit në situata shumë të rënda, jo vetëm njerëzore, por edhe emocionale, sepse ju e keni parë në vende të ndryshme që janë djegur kaq shumë njerëz në pyje, në vdet akoma për shkak të rrethanave të ndryshme mjedisore, dhe njerëzit dhe i kanë dhënë ndërheqje ministra. Një i djegur, 100 të djegur. Po nuk besoj se ndërheqja e ministrit Jaupaj do sillte ndonjë gjë të mirë në këtë situatë. Këtu nuk ka edhe bombë atomike të bie këtu, nuk je pas njëri ndërheqje. Pse? Sepse ai e thën, fajin e ka ligji. Or zotri, edhe ligji sikur ta kishte bombën atomike, më kupton? Përsëri është e normuar, dikush e ka bërë këtë, se vjen nga një normativ, vjen nga një akt. Dhe kjo është politik fillimisht, dhe pastaj shkojmë tek aspekti juridik, që kemi të bëjmë me politikat mjedisore parandaluese. Keni parë ju aksione parandaluese, asnjë aksion parandalues. Ju e pa ç'a ndodhi me tërmetin. U kuptuam me vonesë që s'pas kemi infrastrukturë për të shpëtuar njerëzit atje. Po shteti për çfarë është shteti? Kush e ka fajin? Jo, kush e ka fajin? Ne e kemi fajin. Shoqëri kur ai na thoshte jemi mirë edhe ne vadhe. Kur na erdhën te dera keqja, kush e ka fajin tani? Populli e ka. Jo, populli e ka fajin. Pse? Thotë Edi Rama, populli e ka fajin. Pse? Sepse në vend ju të bëni mua disiplinë si kryeministër, mua më keni lënë tallë me ju. Se në vend të ndeshkosh ti për 2019-ën, që na erdhën nga Kosova, nga Rumania, nga Greqia, nga Turqia, nga ku kanë ardhur, ne ishim me duar në xhepa. Edhe te flakët në duar në xhepa. Tani kush e ka fajin? Si të shkosh në Bashkimin Evropian ti, kur nuk ja plotson kushtet minimale, më fal, kur ti nuk i plotson kushtet minimale qytetarëve të tu. Në letra po. Që të mbrosh. Ne kapitujt i hapim dhe i mbyllim. Po lehmo çka kapitujt, këto janë mashtrime, këto janë paraprake, këto janë deklarata paraprake politike, që të kuptojmë integrimi evropian ka disa deklarata paraprake politike, që unë si qeveri zotohem që gjatë kohës kur po mbyll 1, 2, 3, 4 kapitujt, të cilët janë të shpejta, kupton që janë disa që mbyllen shumë shpejt, ato të tjerat kërkojnë thjesht deklarime politike që unë jam në proces të gatishmërie, të bashkëpunoj dhe me pjesëtarët e tjerë të politikbërjes që ta mbyllim plotësisht gjithë kapitujt që të shkojmë në Bashkimin Evropian. Po zoti Shtima, e morët vesh që qeveria ka miratuar gjithashtu edhe nga 3 shtatori nuk do importohet më mish nga Brazili?
Tani gjithmonë si pjesë e normativave europiane, por që mos kalojmë tek ato sepse është kur shkoj në supermarket do përballem me këtë njoftim. Ju mund ta dalloni se mund të ketë vul tjetër sipër dhe mirë ne jemi mësuar dhe me sigurinë ushqimore dhe me të gjitha në këtë vend. Çështja është ajo që dhe unë këtu, domethënë, prandaj i mbështetem më shumë profesorit te këto pyetje që bëjnë ndonse për hir të së vërtetës. Profesor Metalia na i ka thënë mbi 10 herë se si qëndron çështja, sa thjesht mund të zgjidhet, sa kollaj mund të parandalohet dhe gushti nuk ka pse të jetë gusht për ne, por mund të ishte tetor nëse i gjithë dikasteri nuk do mendonte për pushimet në këto sezon veror, por do mendonte se si të përballemi me atë që nuk e përballojmë dot dhe e kemi treguar gjithë këto vite. Por nëse ne investohemi në 2 satelit që do kontrollonin gjithçka. Unë nuk di se askush nuk i di gjurmët e atyre satelitëve. Aeroportin e Vlorës dështoj. A investuam te Air Albania dështoj. A u investuam pra para tona e kupar. Vazhdon njësoj. Ai ishte tallje. Nuk ja vlen të numërojmë dështimet se atëherë nuk arrim asgjë. Nuk ja vlen sepse ishte pikërisht nga këto dështime faktohet që dështon sot çdo gjë. Qartë, zoti Shlima, unë ecim me parimin tjetër që në media sa më shumë flitet për diçka, aq më e thjeshtë është të normalizohet ajo. Dhe ne si popull, ndoshta me këtë po përballemi sot. Kemi normalizuar çdo gjë dhe nuk na bën më përshtypje se e dëgjojmë kaq shumë. Prandaj për sa kohë që dëgjohet kaq shumë, nuk kemi frikë pastaj. Pse vdekja na trembën dhe sot e kësaj dite? Sepse ne e themi gjithmonë larg qoftë, përmendim rrallë dhe na bën përshtypje. Nëse do e kishim sikurse e kanë mjekët në spital, në repartin e onkologjikut edhe shumë dikastere të tjera, situata do ishte ndryshe. Do ishte shumë ndryshe. Prandaj unë kam tendencën që mos të rriti më shoj aq shumë qeverisë, aq shumë pse këto ministri nuk po funksionojnë, pse kryeministri ka marrë të gjithë darët në dorë dhe po shkul dhëmbe dhe mball të fut ide përpara. Një ndërhyrje. Kjo është do të kemi parasysh diçka. Unë kështu e kuptoj edhe në shkencat politike kështu kuptohet. Në rast se dikush ka një manual apo një libër tjetër, thjesht na e thot që ta lexojmë edhe ta mësojmë. Unë e di që ka politika mjedisore, politika monetare dhe të gjitha këto politika edhe penale, dhe kalojnë përmes parlamentit. Në rast se ka një rrugë tjetër, edhe për politikat mjedisore, edhe për akademinë, edhe për gjitha këto që kalojnë përmes një rrugë tjetër, na njoftojnë që ta lexojmë. So shkencë e re. Pra, ne këtë duhet t'i themi, sepse ne nuk mundet të themi që shiko, ujin që ti blen aty nuk është politik. Politik është ajo që është e normuar aty e ke. Ju e dini që keni ligj për mbetjet? Patjetër. Po është ligji 95-s. Patjetër. Po është e normuar, jo, s'është e normuar çdo gjë. Gjithçka është e normuar me ligj dhe gjithçka ka të drejta dhe detyrime. Kjo gjë duhet të përcjellet përmes mediave, po me qartësi, sepse do të fus një gjë këtu dhe do ta nxjerrim nga diskutimi. E mbani mend ju të gjithë që i bënë lavaz spaku nga mes deri dar, ua sa mirë, ua sa bukur, gjithë krahët politike, nga mes deri dar, asnjëri prej tyre nuk foli. Kur i erdhi te dera Flaka, filloi secili dhe i fundit Edi Rama çfarë tha? Nuk folën për korrupsion. Edhe shpëtoi Ballukun. Më kuptove tani? Pra, ne çfarë themi? Para se të vi te ty qytetar, Flakat e dera, pa përgjithshmëria te dera, pa drejtësia te dera, reago dhe dëgjoj të vërtetën. Jo që kjo nuk është politik, kjo tjetër është politik, po derisa që ka politik shkon në hën ti më, edhe në hën ka politika. Deri në zgjedhje do harrohen e do kujtojnë vetëm. E di, po uroj që të kuptojmë, Kjo do ishte e mirë dhe ne për këtë duhet ndoshta t'i mësojmë qytetarit që të rrisi pritshmëritë, të rrisi llogaridhënien e qeveritarëve përballë situatave me klasë politike. Llogaridhënia nuk e konceptoj vetëm në aspektin e qeverisë. Por ne mezi presim që kryeministri të vit na vizitojë, sepse besoj zoti Zhlima edhe ju, sikurse unë dhe zoti Metalia, e pam çfarë ndodhi një vit pas thethit ku shkatërrua gjithçka, dolën në rrugë, qanin, lotonin, mallkonin. E Peça i tha, keni keq interpretuar qendrimin tim. Imagjinon tani ti se si futen këta politikanët e Partisë Socialiste në burg, se i thotë Rama, nuk e kam fajin unë që ti keq interpreton mendimin tim që të kam thënë te Këshilli i Ministrave. Prandaj Rama thotë që përgjegjësia është individuale. Pikërisht pra. Dhe tek thethi çai tha, fajin e keni ju. Po banorët e thethit nuk merrin pjesë aty, se unë isha 2 ditë mbrapa në theth. Aty kishin shkuar njerëz të importuar, po këtë na e tha edhe Mariana Koçeku që është përfaqësuese. Unë ndalova në theth pimi kafe të një
se s'po i them emër, ata thanë donim të shkonim bisedonim me kryeministin, por nuk na lejuan. Do t'i thosha Paska qenë me listë dhe pjesëmarrje. Ishte me listë pjesëmarrja, pra nuk është si gjithçka që. Ju mendoni se është kjo është kur Rama ndaloi më i madh që kishte ndodhur në theth me qenë se rasti mos ta harroj. Ky personi që po flisja me te kishte marrë dikur një leje ndërtimi, kishte ndërtuar një bujtin të vogël. Mirë po, afër ishte një burim ujor, me ligjin e zonave të mbrojtura duhet që të jetë në distancë 200 metra nga burimi, larg. Dhe me kalim mbas ca vitesh ti kishin hequr të drejtën e lejes, nuk e kishin prish, e kishte akoma, por e kishte pa lejë tashmë, sepse ishte afër burimit më afër se 200 metra. Dhe ai shembulli që u bë konkret i paketës maleve që i dha kryeministri, deklaroi njerit aty që do merrte, ai në fakt kishte 2 burime në 2 anë. Aty ku do ndërtoi tani ishte në mes 2 rrjedhave, 2 prejve, 2 burime ujor që i kishte ngjitur në 2 anët, jo 1, 2 burime. Varet kush ishte profesor. Kjo është se dikush është si për paralajmërim për ndalimin e zjarreve, vrojtim sinjalizimin që i themi ne ose monitorimin që thot gjuhë shkencore tanishme, domethënë. Unë vetë kam koordinuar 2 projekte të mëdha kombëtare në fushën e vrojtim sinjalizimit. Të dyja projekte ndërkombëtare, projekte IPA të financuara nga Bashkimi Evropian. I pari ka qenë në vitin 2014 me një fond të destinuar për Shqipërinë për 380.000 euro. Aplikuam si institucion Universiteti Bujqësor, ju e dini që universitetet janë të favorizuara që të marrin pjesë në këtë projekte. Ishin vendet e Adriatikut, Itali, Kroaci, Malizi. Malizi nuk ishte Bosnia, Kroacia 2-3 bashki, komuna çfarë i kanë ata, Slovenia, Italia, ne dhe Greqia. Nga pala shqiptare ishte Universiteti Bujqësor, ishte edhe qarku i Durrësit. Ishte një fond goxha i konsiderueshëm. Unë kam koordinuar atë projekt dhe kuptohet projektet IPA kur jepen fondet bëhen projektet institucionit përkatës që ishte në këtë rast Universiteti Bujqësor, Fakulteti i Shkencave Hyjore. Filluam punën me goxha vullnet, punuam dhe ky projekt që të mos zgjatemi do kurorzohej me vendosjen e një sistemi kamerash për të cilat ne u bëm gati diku ka 2016, përgatitëm gjithë projektin për vendosjen e kamerave, morëm ekspert konsulent jashtëm që na dhanë projektet dhe ideja ishte që vendosja e këtyre kamerave, vendodhja e këtyre kamerave ishte një qafë shtam, do ndiqeshin këto antenat e përforcuesve të valve të telefonave. Patëm bëjnë një kontratë me Vodafonin, një qafë shtam, një mal dejes në Burrel, një këtu poshtë në Linz, një ndajt dhe ishte një bërtham fillestare për Shqipërinë që do vendoshin një sistem kamerash me rezolucion shumë të lartë, me rreze 8 km në 2 krah. Dhe rreth kësaj bërthame më vonë me projektet e tjera, mundësiroheshe derisa të mbuloj territori gjithë vendit tonë. Ishte një gjë shumë e mirë për Shqipërinë sepse do kapet një vatër zjarri në fillesat e saj, sepse sa shikon të tym ajo në sinjalizonte në server qendror që mendoheshe të merresh nga Universiteti Bujqësor, pastaj të dhurosh emergjencave civile, ajo jepte sinjalin sa shikon të tym, jo flak, tym. Pastaj ti e hapje, bëje zoom dhe shikoje që a është sinjal fals apo i vërtet. A është dikush aty apo mund të ishte një xhak i një shtëpie, mund të ishte një diçka tjetër. Pastaj e fshije si sinjal, ndërsa të gjitha tjerat regjistroheshin automatikisht dhe ti e merrje sinjalin kohë rekord me këtë sistem kamera me qark mbyllur quhen ato. Dhe do fillonte një gjë e tillë, bëm përpjekjet tona, pati presion nga matë ndryshme ta marrun etj. Brenda Shqipërisë nuk gjetëm asnjë kompani që plotësonte kushtin për ta bërë këtë punë. Kur pyetëm kroatët, edhe ata kishin marrë, kroatë kishin bërë një shembull të tillë në rajonin e Splitit. Dhe kur ata na thanë që nuk kemi gjetur asnjë në Kroaci kompani, s'ka kompani specializuara, kemi marrë Telekomin gjerman. Sapo bashëm gati të telefonin të merreshin të bënin shkresë zyrtare Telekomi gjerman që të vinte,
Na tha dikush që mos u loni për këtë punë se si vini dot kurrë. Pse? Sepse ishte viti 2016 që ju e dini pse. Unë nuk do flas për këtë. Dhe ky projekt dështoj nuk e bëm dot. Do ishte serveri që do blije prap ishte me kapacitet shumë të lartë, jo vetëm për këto 4 pika, po më shtue shumë të tjera ti përballonte. Por befas ne u gjetëm para një situate që nuk e dinim. Shqipëria është e mjellë me ashash, kamrat s'mund të vjeshin absolutisht kurkund. Edhe dështuam. Ishin avion avion për çeshin. Ço do bënin avionat ndarke kur është fluturon edhe drek. Unë shkonjat. Pra mashtrime, ta kupton, jetojmë në mashtrime. Pra nga gjithë ato kohë njerëzit shkojnë punojnë të projekte për të dhënë diçka pozitive. Për shembull, projektet kanë diçka pozitive në aspektin e monetar. Pra do të thotë që të japin shumë para, por këto para që jepen për komunitetin. Kurse në mentalitetin ton, pse dështojnë këto gjëra? Jo përveç 2016, po dështojnë sepse ka njerëz që janë në qeveri dhe mendojnë për veten. Pra, thonë këto para të vinë 99.5% tek mua. Dhe ato tjerat duke bërë. Dhe ju mendoni se Bashkimi Evropian do jetë pothuajse në të njëjtën situatë si ka qenë në vendet e ndryshme që i ka futur në Bashkimin Evropian dhe më merrte më llogari sa lek ku shkonin. Tani e tuti është situata shumë ndryshe. Tani do të kemi monitorim të qartë ku shkon çdo para, a do shkojë te qytetari apo jo. Jo, zoti Zhllima, ajo që mësoj unë nga kjo histori është e bardhë në të zezë, jo e zezë në të bardhë. Që ajo pyetja që ngrem ne si popull kur shullohemi në rrezet e diellit, pse nuk dalin intelektualët, pse nuk na orientojnë intelektualët, ku i kemi intelektualët, ka intelektualë. Ja ku është rasti i profesorit dhe historia, pse ai besoi u dekurajua që nga ajo ngjarje që mos merrte më pjesë në të tilla projekte sepse e dinte fundin që para se të niste. Dhe ndoshta edhe ne me këtë duhet mësohemi me fundin para se të nis, edhe prandaj sot i besoj më shumë Alfred Çakos sepse se sa çdo lloj gjëje që thuhet lart e poshtë, qoftë ajo edhe e vërteta absolute. Problemi me intelektualët është pak më i thellë, sidomos intelektualët që janë të angazhuar sot në universitete, profesoriati, administrata shtetërore etj. Kjo qeveri ka punuar me kohë që intelektualit ta bëjë skllav vetes. Çfarë ka bërë? Thjesht e ka lënë me një rrogë minimale me cilën nuk i përballon dot shpenzimet e veta. Dhe pastaj ai është i varur si ai zogu me gojën hap, çfarë do të jetë qeveria një projekt një diçka, por që të marrë një projekt nga qeveria duhet të bëj punën që i thot qeveria, domethënë të mos flasi siç mendon vet, të flasi siç mendon kryeministri, të bëj like atyre postimeve të ministrit apo të kryeministrit apo të qeverisë apo dikasterit përkatës. Pra një farë mënyrë intelektualët në Shqipëri sot janë të futur në thesin e qeverisë dhe janë të komanduar prej saj, sepse nëse provojnë të dalin ndryshe, do kenë pasoja. Dhe unë kam thënë shpesh në për takime kur kemi shoqërinë tonë. Pra, në një farë mënyrë, ligji i agitacionit dhe propagandës që kishte në veri dhe dënonte në 10 vite burg etj. Është zëvendësuar me këtë varësi. Po vazhdo më varësinë sot ka ndaluar. Ne nuk kemi ndryshuar fare. Që qoftë se si bën temena qeverisë, ti do ngelesh pa ca të ardhura nevojshme për jetën tënde dhe kaq dhe s'do jesh i zotit të mbash veten. Nuk e di pse më duket sikur po dëgjoj fjalimin e Katovicës. Ne nuk kemi kuptuar që kanë ndryshuar. Kështu ka ndodhur. Partia Socialiste ka ndryshuar emrin, pra nga Partia e Punës pra Partia Komuniste dhe ka shkuar Partia Socialiste. Nuk është se ne, për shembull, shoqëri sollëm një parti të re politike dhe këta persona të cilët erdhën nga koha e komunizmit u riintegruan në perëndim dhe erdhën të studiuar nga perëndimi dhe bërën namën në Shqipëri, dhanë shpresën të shqiptarëve sikur Shqipëria do ecë përpara. Po ju e keni parë se si këta kanë mbrojtur njëri tjetrin her pas here, për shembull, në skandale më të mëdha dhe një dorëheqje duhet të jepet te një ministër vetëm po t'i gjejnë ai problem tek veshmbathjet.
Më kupton tani ku kemi arritur. Ndërsa korrupsionin leje se është burri ndershëm, prandaj themi tek ajo pjesa e luksit në varfëri, jemi këthe intelektualë në luks të varfërisë. Pra, rri me kaq se jemi mirë, sepse po fole, s'ka të tjerë të flasim, se të gjithë këta shkojnë edhe bën zagarët e kryetarit. Pse do të them këtë gjë, se po shikoja sot Rama kishte mbledh sot kryebashkiakët. Dhe unë them tek Rama dhe tek tat në njëri tjetrin, sa vulnerabël jeni ju. Pse? Sepse pikrish këta kryetarët e bashkisë që Rama sot ka aty, kanë shkuar te Berisha, kanë shkuar te Meta, kanë te Rama, po të njëjtët është e njëjtë rasëm. Një sekond, i njëjti brumbaj me nga kjo, kur dali një më i fortë, do të shkojnë edhe atit. Pra, gjithë kjo është mentaliteti jon që jemi gjithmonë në kohën e atërshme. Pra, ne jemi përsëri në situatën e daljes nga koha ose nga dhoma e enverit. Nuk kemi ndryshuar. Edhe sikur të na çonin në Bashkimin Evropian, ne do jetojmë me kushtet e Bashkimit Sovjetik. Tani është detyra tani e çdo qytetarit, intelektuali, por çdo person që është i kësaj shoqërie të zgjohet nga gjuma dhe të thotë më fal, ka ndaluar, keni mbaruar, keni 35 vite që nuk keni dhënë shpresë. Tani erdhi momenti që duhet bëjmë diçka ndryshe. Por këto gjëra duhet bënë mesazhe të forta dhe të vazhdueshme, sepse nuk do vi tani këta pres tani ambasadorin amerikan sikur do vi ai të ndriçojë Shqipërinë. A kupton? Ke pati ndonjë ambasador në botë punoj për opozitën, vetëm Shqipëri besojnë që punon ambasadori për opozitën. Do ketë ndikim edhe ardhi ambasadorit. Jo vendimtar, por do ta ketë një ndikim sepse ne dimë të gjithë se pa insistimin e ambasadës amerikane, 140 deputet të parlamentit shqiptar nuk do ta votonin pra. Po çfarë reforme ishte ajo, reforme Koti ishte? Një reform Koti që sot vuajnë pasojat, dosje, padrejtësi dhe çfarë? Një minutë. Hakmarrje. Nuk është drejtësi duke e marrë vendimin në hakmarrje. Reforma drejtësi si dokument arriti prodhoi disa produkte që ne si kemi pas kurrë dhe i kemi. Çfarë produkte? Sofistikoi korrupsionin. Atëherë kur korrupsionin e bëje hapa fare? Ju lutem, që të dëgjojmë njëri tjetrin. Jo, fare vetëm ti bëj këtë. Derisa kur ti kishe korrupsionin hapur fare, tani korrupsioni është më sofistikuar. Kush është më i keq, ai që ishte hapur apo ai që është më i sofistikuar? Po bëhet jashtëzakonisht shumë propagandë sot kundër reformës. Edhe ata që thonë duam, po bëjnë propagandë kundër saj, për shumë arsye që dihen. Domethënë, reforma arriti me insistimin e partnerëve të ndërkombëtar, nuk po them vetëm të Amerikës, po edhe të vendeve të tjera, reforma arriti dhe u vun, krijoi disa institucione që realisht sot janë të paprekshme. Janë 2-3 institucione shqiptare që bollën farën e besimit në fund. Dhe pastaj të tjera që kishte për detyrë të krijonte qeveria shqiptare, nuk i krijoi, kuptohet që s'do t'i krijoi. Po mirë, gjykatat e nivelit 2 të prokurorit e tjerë. Por Spaku për shembull, çfarë besimi krijoi kur ata kanë qenë me të korruptuar dhe ata u dolën të besuar, domethënë. Spaku arriti 12 veta janë ata. 20 veta. Arriti Spaku arriti të bënte një gjë. Ilir Metën e futin në burg. Po. Nuk ndodhte përpara. Po pa prova. Jo. Pa prova të fusë edhe në burg po duhet. Me qepje dosje. Ta shohim se mos me pas provacion aty. Po si ka mundsi? Erjan Velin e futin në burg. Po çfarë, këto janë mashtrime. Këto janë të gjitha mashtrime. Janë burg ata. Që të gëzohet populli. Shko ti në burg për të mashtruar. Po shko më, të fusin në burg, të fusin në burg, të qepin dosjen. Erdhëm një moment që sepse ne jemi intelektualët duhet ta kuptojmë pak situatën politike. Po nuk kemi budallë, thjesht ta sqarojmë. Priremi pas atyre që thonë liderë politike. Të sqarojmë vetëm dëgjoj, po jo vetëm të them diçka të Spaku, të pjesa e Spaku. Sa të mbaroj. Erdhi një moment që do ju ja punë, erdhi një moment që, shiko, erdhi një moment që e sulmi, siç e thatë edhe ju përpara, sulmi ndaj këtyre pak strukturave drejtësisë shumë të reja, shumë delikate, u bën frontal nga gjitha krahët e politikës. Dhe u mbledh, u shtrëngua politika, u rikthye Berisha në krye të Partisë Demokratike pikërisht për këtë mendimin e Ramës. Dhe erdhi problemi që u mbledhën grush bashkuar rreth partisë, bën takimin e korrikut të 2024-s në të cilën u ndan mandatet e parlamentit e 2025-s. Me marrëveshjet përbashkët. U bën zgjedhjet formale 2025-s të majit dhe kemi këtë rezultat që kemi sot. Ke dy bloqe që gjasme janë kundër njëri tjetrit, janë totalisht bashkë në biznesën, ndërtimin, gjitha, por kanë një qëllim përbashkët, luftë ndaj
drejtërisë së re që akoma nuk është krijuar, që po krijohet. Tani që ndodh, drejtësia e re boni përpjekje të veta, mushi dosit për zvendos kryeministrin, e pezulloi nga detyra, pavarësisht se çdo trauma ndaj këtej u pezullua. Ju mund të thoni që pezullimi i saj s'ka asnjë rëndësi se zvendos kryeministrit. Ama u pezullon një person me rëndësi personi numër 2 i qeverisë. Pas kësaj ja dha parlamenti, tha urdhroni, votoni për heqjen e imunitetit. Natyrisht që ky parlament që ishte që dal nga zgjedhjet e majit 2025 nuk do hiqte imunitet. Unë e dija që s'do t'ja hiqte imunitet Belisavit. Tani po ndodh diçka tjetër. Drejtësia po punon, spaku po heton, por nuk ka mbështetje as tu as atje as atje. Populli kuptoi, doli në rrugë. Tani do shohim sa impakt do ketë edhe tek drejtësia dalja e popullit në rrugë. Sepse në fillim viteve 90, në vitet të 80, fillimi i viteve 90 ju kujtohet që në Itali ka ndodhur një gjë, doli populli në rrugë dhe u vendos një farë drejtësie, u luftu mafia etj etj. Pse në Itali ndodhi me pasojë jetë sepse u vran prokuror, u vran 2 prokurorë. Të paktën këtu ne akoma jemi kadash zoti s'ka krizë pushka akoma. I ruan por ama ambasada. Dalja e popullit në rrugë mua më jep shpresë që këta trinj nuk do ta bëjnë. Unë ballafaqoj shpesh brezin ton të viteve 90 me brezin e tanishëm. Ne kot me thanë sepse ne nuk e kishim vizionin e duhur për të hyrë në kapitalizëm. Unë atëherë isha djalë i ri, 22 vjeç. Mas 5 viteve për arsye politike erdha në fakultet. Dhe thonë tjerë të banë vizën e dhjetorit, bëjmë të bëjmë. Jo, ajo ishte gjithçka organizuar nga shteti, nga sikurimi i shtetit, ishte skenare. Para lëvizjes studentore ka patur lëvizje punojësve në Kavaj, në Shkodër, në Valia, së tjerë. Asnjë nuk i pasiononte televizionin shtetëror në atë kohë. Lëvizjen studentore jepte rretësheja, ajo ishte jepte pikë me presje, gjithçka. Pse ishte një skenario organizuar, e bën studentët, e bën demokracinë dhe pastaj u mor pushteti ka sipër. Mund na fajsonin e brezin e rinin e atyre vite, po s'keni pse. Ne jemi të gjithë për tu fajsuar profesor. Jemi për tu fajsuar, po vetëm gjenerata Z doli për te parashikimit. Tani çfarë ndodhi? U bën 30 vite, 30 sa vite, këta trinj, si thash njëri ti ditë, njëri nga këta organizatorët e protestave. Ju një trinj thash, ju edhe kur keni lindur, prindi juaj është detyruar me pagu mjekun në spital. Ju keni pagu për të ardhur në jetë. Ju çdo hap jetës, edhe në shkollë të vjeçare, edhe në shkollë të mesme, edhe në fakultet, korrupsioni ka qenë pranisht. Ka qenë kulëm, në Tiranë dhe ke paguë. Pra ti s'ke as detyrim ndaj shtetit shqiptar. Ti mund të biesh kur të duash. Ti s'ke as lloj frike ndaj shtetit. Po kam përshtypjen se lodhen shpejt këta gjenerata e re. Lodhen shpejt. Jo, nuk po lodhen. Mos e shiko tani që është pushimesh. Po prap, gjenerata o është pushim tani, besoj se është pushim në shtator, vetëm qofse nuk duan shkollën, duan ta shmangin për të shkuar protestë. Ka një, unë e shoh shpresdhënse këtë gjë. Jo, këtë mbështetje japim. Mbi të gjitha kjo gjenerat tek mbështetja që do ketë drejtësia për të vepruar. Sepse ne e dimë që drejtësia tani nuk ka mbështetje nga si parti politike në Shqipëri. Dhe edhe ata që thonë mbështesin në fakt nuk e mbështesin realisht, por besoj se do mbështetet në popull. Uroj shumë që presioni nga populli të jetë ajo që i janë edhe duhet. njerëzit që s'kan votuar, që s'kan pas asnjë interes lidhur me politikën dhe s'kan votuar fare, kanë qenë indiferent, tani po aktivizohen. Shpresoj që këta duhet të bëjnë diçka. Të angazhohen konkretisht. Angazhimi jon duhet të jetë sa për të orientuar. Duhet ketë media për t'i mbështetur. Media duhet t'i mbështesin, natyrisht. Ata kanë një media shumë herë më të fortë se çdo media tjetër. Natyrisht, po. Që kanë rrjetet e tyre sociale, dinë të organizohen, sikurse organizohen për festa, le të organizohen për të bërë diçka për të ardhmen e tyre, sepse vetëm gjë që mund të bëjmë ne, qoftë në atë bulevard apo qoftë nga shtëpia e poste i gjithë secilit, është thjesht i mbështesim të japim kurajo. Dhe unë prandaj dua t'i them bojëra herës kur them që ky gjenerata Z ndonjëherë më duket si Çimçakizi
që është i ëmbël në fillim por zgjat pak edhe pastaj nuk ka më shije, nuk e do më. Deri më sot e kemi gjykuar që është një brez i cili nuk bën asgjë. Na ka befasuar të gjithëve me këtë protestë, por duhet që jo si Çimxhakizi ti mbaroj shija, po ta çoj deri në fund misionin, sepse ajo është përgjegjësia që duhet të ndjekin të gjithë. Zhlima, është gjithë koha në dispozicion. Për sa i përket protestës, protesta ka thënë edhe një fjali shumë të mirë, të cilën për mendimin tim nuk është artikuluar nga shumë media të ndryshme, spak vegël qeverie. Kjo kupton qartazi që reforma në drejtësi fillimisht ka pas një qasje tjetër për të ardhur në ndihmë qytetarëve, po erdhi si një situatë ose si një manual i 1944-s edhe 1976-s, kur prokuroria në kushtetut ishte mbi palët dhe ne sot jetojmë të njëjtën situatë, thjesht ndryshe për shkak se të del një tabelë europiane, amerikane dhe ose afrikane dhe thotë ky është një produkt i huaj. Po mos harrojmë faktin që ato prokuror kanë qenë të atij sistemi që ka prodhuar korrupsionin, kanë jetuar me korrupsionin. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh që kur fola unë dhe thash më parë për sa i përket politikanëve që i erdhi derat në te Spaku edhe shkuan aty, nuk e thash se ata e erdhi për arsye se ata kanë bërë krim apo jo, sepse unë nuk mund të paragjykoj a ka bërë tjetri apo jo me perceptim, sepse ti e di shumë mirë që avokatët thënë që të gjithë janë pothuajse thënë seksera. Tani jemi të gjithë sekser jo. Por gazetarët thotë janë të gjithë gjobaxhi. Jemi të gjithë gjobaxhi? Jo. Po pse tani vjen një jurikim këtu, edhe i bë lavazh shqiptarët për 3 vite, duke thënë që Shqipëria ecën përpara se ka një Altin Duman që bën amin, edhe ato anijet atje në Vlorë paguajmë në lek. Kush do mbaj përgjithësi, kush do ta jetoj? Prandaj them që Spaku në normimin e ligjit është i vetmi institucion që kontrollon të tjerët dhe asnjë institucion tjetër nuk e kontrollon. Po ja të më thosh ti mua, që kanë gjithë këta drejtorë, gjithë këta ministrat hajdut. Po mirë, unë nuk më lindë drejta të dyshoj pa ato 19-20 aty brenda, a janë të korruptuar apo janë hajdut? Si do t'i kontrolloj unë ata? Prandaj është gabimi, prandaj them që i shkoj flakat atyre tani, se kur nuk din të normojnë ligje, dhe kur marrin ligje copy-paste, dhe kur bën sikur po bëjnë atë që duhet bëjnë, janë këto pasojat. Po këto pasojat i vujmë ne, se kur të marrë tjetri pa fajsin, ne do ta paguajmë faturën, as Altin Dumani, as Arben Kraja, as asnjë që mashtron aty brenda sikur për bë punë. Mirë, edhe shqiptarë kënaq se shkon ai ambasador aty, edhe ata marrin ai vizë për familjarët e tyre. Ky është realiteti. Po realiteti nuk mund ta ndryshojmë ndryshe. Sepse ne kemi parë po. Megjithatë Lima, mund bashkojmë disa pika me ty, por unë them që do të jesh i orientuar nga dikush që të godasësh Spakun sot. Po pse duhet të jesh i orientuar? Është institucion që nuk duhet goditur. Po pse nuk duhet goditur? Logjike unë them këtu. Unë jam profesor. Unë kam padosje në Spak që janë kot. E minutë. Unë jam profesor në universitet bona 30 vjet tani me 2 gusht. Dhe po ti futim sa logjikës që thuan ti universitetet shtetërore shqiptare duhet shkrirën terasat. Ta them unë me kompetencë, nuk ka koleg timin, që se kem bën artikull ose i përpjekje për shtu gradën, kem fut ka gjë plagjatur, çfarë është shkollat ashtu sikur se plagjatur, plagjatur kanë bërë. Ndaj plagjatur kem bën gati gjithë. Po, shumë mirë, çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë? Po ti hym kësaj, pastaj se thatë kështu. Unë e di që prokurorët e Spaku kanë dalë nga një seleksionim goxhaj i fuqishëm. Po, ai antar partie po zotë. Kush e bëri kontrollin e këtyre? Motra e zonjës Balluku. Për një minutë. Zoti po janë të vërteta këto. Kush e pastroi sistemin? Sa zonja Balluku ka dhënë tendera Sali Berisha si hap të propaganda që thuhet. Edhe një herë po të them që Spaku është vegër e qeverisë. Jo. Se vetëm Rama është viktim, nuk është autor Rama. Si ka mundësi të gjithë të shkojnë në burg edhe ti asnjëherë me Ramën në qeverisë nuk do të fillonte nga detyra Ballukut. E di kur do përplaset Rama me Spakun dhe Spaku me Ramën, kur kemi të bëjmë përplasje pushtetesh, atëherë është vonë. Jo, po le të jetë shpejt. Jo, le të jetë shpejt. Apo e di pse ka ndodhur. Jo se funksionon Spaku, se kemi të bëjmë përplasje pushtetesh. E kuptoni çfarë do thotë përplasje pushtetesh? Sepse është shumë të dëmshme e kuptoni rastin e pjesës së përplasjeve pushteteve. Dasim në Shqipëri ka paguar. Prandaj mos bëni avokatin e Spakut sepse duhet goditet qeveria që mos vi padrejtësia te dera juaj. Opozita që në shërbim të
Po nuk ka lidhje opozita asnjë lidhje nuk ka. Të njëjtat fjalë që thot Berisha edhe për konferenca po nuk ka lidhje fare ajo gjë. Ty Spaku fillon edhe bën statistikë dhe e ka dosjen e Ballukut që në 2021-shin edhe u deshka në 2025 na sjelli Ballukun si të pandehur. Tani tallen ata me ne apo ku i kishin gjë? Ndërkohë Berberin e kishin aty brenda. Ku i kishin dosur? Ku i mbanin? Pse zvarisin? Ose Ametajn. Pra dihet që është manual për partijas. Votat. Profesor, se kishte partisë. 25 do votë. Zoti Dumani ndihmoi zotin Rama të merrte 83 mandate. Kur nuk ka ndodhur kur në histori që në këtë drejtësi që PS-ja të merrte kaq mandate. As në kohën e komunizmit nuk ka ndodhur kjo gjë. Prandaj mos i bëni kaq shumë fresk. Zotë kemi shkuar përtej limiteve kohore duke më hequr dhe mundësinë që ne të flasim për të gjithë temat që kishim diskutuar për ditën e sotme. Zhlima, shumë faleminderit që ishe këtu, profesor Metalia, ishte kënaqësi. Më vjen mirë në një formë që ne e zhvendosëm fokusin nga zjarret tek ata që i krijojnë zjarret dhe perceptimin se çfarë do ndodh me to. Një gjë është e sigurt, ne shqiptarët i duam gjërat me buton, por çdo gjë do kohën e vet. Dhe e keqja më e madhe e këtij populli është nëse për një sekond mendon se Evropa dhe Amerika nuk janë e vetmja shpresë për këtë popull, për këtë drejtësi, për qeverinë e re që do të krijohet e shumë çka tjetër. Të tjerat ju a lë ju, shihemi pas pak. Për rreth 2 dekada, Brazili ka qenë një nga furnizuesit kryesor të mishit për tregun shqiptar, duke furnizuar jo vetëm konsumatorët, por edhe industrinë vendase të përpunimit të mishit. Por tani, një vendim i lidhur me rregullat evropiane për produktet me origjinë shtazore ka ngritur pikpyetje për të ardhmen e këtij tregtimi. Në qendër të debatit janë kontrollet mbi përdorimin e medikamenteve veterinare dhe substancave që ndikojnë në rritjen e masës muskulare të kafshës. Nëse furnizimi nga Brazili do të ndërpritet, çfarë do të ndodh me tregun shqiptar? A do të rritet çmimi i mishit? Kush do ta zëvendësojë Brazilin si furnizues dhe mbi të gjitha, a do të ndryshojë kjo edhe atë që përfundon në pjatën e konsumatorit shqiptar? I diskutojmë të gjitha këto savijon me Esmeralda Ballesha, ekspert e ushqimit, që e kemi në këtë momente online. Faleminderit Esmeralda që gjetët kohë për ne. Faleminderit edhe për ftesën. A duhet të shqetësohet konsumatori shqiptar për mishin që importohet pikërisht nga Brazili pas këtij vendimi? Unë mendoj që konsumatori nuk duhet të shqetësohet. Po të them, unë faktikisht para 15 vjetësh kam qenë në krye të shoqatës së industrisë ushqimore, atëherë ka qenë përpara të qenë shoqata e mishit dhe kemi pasur një situatë thuajse të ngjashme. Në 2011, në 2012 ka pasur urdhra të përngjajshëm dhe atëherë ka qenë një bllokim i njëanshëm i mishit nga Brazili, edhe atëherë për shkak se direktivat europiane morën një vendim të tillë, por atëherë sigurisht ishte edhe pak për arsye proteksioniste nga ana e Bashkimit Evropian, sepse duhet të shikojmë nga një anë sigurisht që është siguria ushqimore, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe kur vjen puna e Bashkimit Evropian është një nga, le të themi, kontinentet të cilët kanë standarde më të larta të sigurisë ushqimore, por nga ana tjetër, kur flasim për këtë lloj tregtish, nuk është vetëm siguria ushqimore, por ndonjëherë janë edhe masat proteksioniste që shtetet të caktuara bëjnë, por sigurisht që EFSA po merr, le të themi, masat e duhura për të verifikuar nëse medikamentet të cilat Brazili aktualisht po përdor janë ose jo të sigurta dhe për shtetasit evropian. Ndërkohë që kur vjen puna tek ne, sigurisht nëse deri më tani është importuar, sigurisht produktet janë të sigurta, pasi nëse jo, Bashkimi Evropian do të kishte ngritur alarmin. Pra nuk është ngritur alarmin që ka pasur problematika në persona, por ka një dyshim të caktuar për medikamente të caktuara, të cilët në asa gjatë mund të sjellin probleme tek njeriu. Dhe ne duhet të shqetësohemi jashtëzakonisht shumë, jo kur vjen puna tek siguria, por tek xhepi jon, sepse përtej 1 milion situatave të tjera që ne po na rëndojnë xhepin, mishi është një tjetër që mundet të na rëndojë të shpejti, sepse si që përmendët ju, mishi nga Brazili është, le të themi, në përqindje nga më të lartët që ne do importojmë, veçanërisht kur vjen puna tek mishi përpunuar, që do të thotë tek sallameria.
Ndërkohë, nëse flasim për kafshët e gjalla, ne importojmë kryesisht më shumë nga rejoni, pra nga Rumania, nga Bullgaria, nga vendet që janë rreth rajonit, ku vjen puna tek mishi i pulës, pastaj pulës, që përdoren kryesisht edhe për sallamëri, ato vijnë kryesisht nga Brazili dhe pastaj vijnë nga Amerika, nga Greqia, nga vendet e tjera. Kështu që këto do të na shqetësojnë edhe më shumë ku vjen puna tek pjesa e sa do të rëndohet xhepi jon, sepse tregtarët në fund do e kalojnë koston te këto konsumatorë, do të jemi ne ata që do të paguajmë. E qartë, por Esmeralda, ne në tregun ton vazhdimisht jemi përballur me të tilla lajme, sikurse ka ndodhur me perimet apo frutat. Kemi pasur rastin e mandarinave, shalqinit, pse jo të specave dhe perimeve të tjera teksa eksportoheshin jashtë dhe nuk respektonin normativën europiane apo përdorimin e disa elementeve kimik në rritjen e tyre. Por kjo është hera e parë që një masë e tillë merret drastikisht ndaj një produkti që ka origjinë pikërisht një shtet dhe jo përbërjen e substancave kimike të saj. Ju thoni që ne nuk duhet të shqetësohemi, por të gjithë ata që deri më sot kanë konsumuar pa teklif mish të ardhur pikërisht nga Brazili, a duhet të bëjnë diçka për tu detoksifikuar apo për të qenë më të qetë në ndërgjegjen e tyre? Po, është shumë pak që ne çfarë mund të bëjmë. Pastaj, nëse do ta bënim ne, do ta bënte çdo shtetat si Bashkimi Evropian, sepse po flasim për një komunitet të gjerë. Nuk importon vetëm Shqipëria nga Brazili, gjithë bota importon nga Brazili. Po flasim për disa produkte specifike, sikurse tani është tensioni i madh për çfarë do ndodhi me kafen që importohet kryesisht nga Kolumbia për shkak një problemi që ishte tani tek pjesa e tërmetit. Ka produkte specifike, për shembull si është mishi, i cili kryesisht prodhohet në Brazil, në Argjentinë, pra në vende ku kuvotat janë shumë të mëdha dhe mundësia për të prodhuar ato me kosto shumë më të ulët është më e madhe. Dhe kjo është arsye se ndonjëherë këto janë, le të themi, dhe luftra proteksioniste. Pse? Sepse vetë Europa ka stabilimentet e veta në Hollandë, në Belgjikë, të cilët ne prodhojmë, pra Europa vetë prodhon mish. Dhe aktualisht nuk është ngritur një problematike të caktuar që thuhet që këto lote ose këto pika importi kanë pasur problematikën të caktuar dhe për shembull ka pasur helmime ose ka pasur probleme specifike në persona të caktuar dhe do bëj tërheqje, sepse nëse do ishte kjo situatë, atëherë do bëj tërheqje automatike të atyre produkteve të cilat kanë pasur probleme. Por në këtë rast EFSA, që është instituti që merret me sigurinë ushqimore në Bashkimin Evropian, ka ngritur dyshimin që medikamentet e përdorura, dhe prandaj po të them, më duket si një deja vu, sepse është pikërisht situata që ndodhi para 15 vjetësh sërish në Bashkimin Evropian, po dhe atëherë u bllokua për disa vite, po flasim vetëm për disa vite, nuk ose bllokohet në mënyrë të përhershme, por për disa vite atëherë u bllokua mishi nga Brazili, pikërisht sepse tani nuk më kujtohet pikërisht se cili ishte preparati që përdorte Brazili tek mishi vet. Dhe për arsye kontrolli edhe atëherë EFSA vendosi që të bllokonte mishin nga Brazili dhe të bënte një kontroll se si këto medikamente mund të ndikonin në mënyrë afatgjatë tek trupi i njeriu. Dhe për sa kohë ishte, le të themi, në vlerësim, produktet e caktuar ishin të bllokuara. Dhe në këtë rast, po flasim vetëm për disa produkte, pra nuk është gjithë mishi, janë vetëm shpendët, pra dhe mishi i gjedhit. Pra mishi i gjedhit nuk është i bllokuar. Por ajo sjell impakt shumë të madh, veçanërisht për shtete si puna jon, që ne kryesisht importojmë mishin, aq më tepër jo vetëm sepse ne jemi konsumues të mëdhenj të mishit, por sepse ne kemi edhe një problem tjetër, lektoria në vendin tonë në vitet e fundit është ka rënë me 50%, pra ka rënë gjysmë për gjysmë. Dhe sigurisht pavarësisht se ne kur vemi te kasapi pyesim a është një shqiptar, madje po dëgjoja diskutimin e disa lektorëve para disa ditësh që thoshin që si gënjejnë që është një shqiptar, sepse dhe mishi i freskët, pra ai që therret tek ne, shpeshherë është importuar nga rajoni, mund të kullohet atë 1 ose 2 muaj këtu dhe shitet si një shqiptar, por nuk është se ka origjinën nga Shqipëria. Pra ne kemi një problem shumë të madh ku vjen puna tek mishi. Por kjo nuk do të thotë që konsumatori do të shqetësohet, sepse siç e tham, edhe nëse do të shqetësohet e ka të pamundur të bëjë diçka për momentin, por realisht nuk është se ka raste alerti nga Bashkimi Evropian që ka pasur raste specifike të rritura drejt për drejt nga mishi nga Brazili.
thjesht për shkak se dyshohet që këto medikamente në afatgjatë mund të kenë probleme, aktualisht në momentin që janë akoma në studim, bllokohet dhe mendohet që ndoshta në të ardhmen, mendoj që punë një ose maksimum 2 vite do të lirohet. Dhe unë personalisht, sigurisht që unë asnjëherë bashkëpunoj me EFSA dhe me institucionet europiane, unë punoj në disa institucione europiane që janë me inovacionin dhe me ushqimin, nuk e vë në diskutim që mund të ketë një dyshim të arsyeshëm, por që nuk duhet që të ketë alarm te pjesa e konsumatorit. Më shumë në shikoj te pjesa që tregtarët do të shikojnë që do të zvendësojnë tregjet, sepse ka një problematik. Për shkak që unë bëj referencën me, siç e thash, 15 vjet përpara, problemi që ishte atëherë nuk ishte vetëm importi nga Brazili. Por atëherë doli që njëti preparat i cili bllokohej nga Bashkimi Evropian e përdorte edhe Amerika. Dhe ne në mënyrë të natyrshme nuk bllokuam vetëm nga Brazili, por bllokuam datën nga Amerika. Që nëse mund të bëjmë një vlerësim për shembull me importet që ne kemi pasur në 2024, nëse 28 miliard dollar vlerë mishi është importuar nga Brazili, 10 miliard dollar vlerë mishi është importuar nga Amerika. Kështu që duhet parë nëse ky lloj preparati mundet të përdoret për shembull edhe në Amerikë, dhe shpeshherë disa lloje medikamente shpërdoren jo vetëm në Brazil, por edhe në Amerikë, ku vjen puna për rritjen e kafshëve. Kështu që pastaj kjo është një problem tjetër, sepse sigurisht që ne jemi drejt rrugës së Bashkimit Evropian dhe shpeshherë bëjmë vlerësime dhe marrim masa ku vjen puna njësoj si Bashkimi Evropian. Por nga ana tjetër Bashkimi Evropian ka pjesa proteksioniste që ne nuk na afektojnë totalisht, por nuk i arrim do t'i marrim. Kështu që do të shikojmë se si do të jetë në vazhdim të tjetër. Po të shikoni, urdhër, nuk ose ka një urdhër që ne ta lexojmë. Ka një vendim i cili është dërguar akut, është dërguar dhe disa prej importuesve kryesor të mishit, të cilët duhet të përgatiten se nga data 3 shtator do të bllokohet, pra nuk do të lejohet importi nga Brazili. Por akoma nuk kemi të shkruar se si e kemi interpretuar ne legjislacionin evropian, i cili e ndalon mishin nga Brazili. E qartë, por deri më sot ne jemi hasur përpara shumë lajmeve bombastik ku sasitë të caktuara të mishit janë bllokuar në depot e magazinimit. Deri më 3 shtator që thoni ju që pritet të hyjë në veprim ky vendim i qeverisë, me siguri që importuesit e mishit nga Brazili do i marrin masat që ta bëjnë atë në sasi të mëdha. Dhe kjo mund të shkojë në konsum përtej afatit të skadencës së mishit, por unë nuk dua të ndalem vetëm te kjo. Ndalem edhe tek diçka tjetër. Ne në Shqipëri a kemi kushtet, aparaturat, laboratorët, njerëzit e mësuar me këtë ide edhe me cilësinë e veprimit që të dallojnë nëse një mish importohet në tetor apo tetorin e vitit të ardhshëm nuk e ka prejardhjen nga Brazili? Faktikisht një nga aplikat tona më të dobta është pjesa laboratorike. Domethënë, më kujtohet që edhe para disa vitesh kur kam qenë tek projekti i sigurisë ushqimore me akullin e Irlandës, një nga hallka më të dobta që ne kemi është pikërisht pjesa e laboratorëve, e kontrolleve në pikat doganore. Dhe pastaj është një problem dhe prandaj edhe vetë konsumatori shpeshherë është i friksuar kur vjen puna veçanërisht te inspektimet që ndodh tek mishi dhe gjithmonë pastaj në çfarë do lloj lajmi që jepet, ka një lloj buje dhe një lloj frike dhe vetëm atë që konsumatori mund të marrë është bojkoti. Pra të mos blej, të paktën përkohësisht, sepse një problem tjetër për shembull që është ai etiketës. Kur ne blejmë një sallam për shembull dhe lexojmë etiketën, aty duhet të jenë të përshkruar një sallam, nuk është e përbërë vetëm nga një mish. Pra mund të ketë brenda vet misha nga origjina të ndryshme. Dhe më kujtohet që para shumë vitesh është diskutuar pjesa e etiketimit që aty të shkruajmë me përqindje, për shembull, që një sallam ka sa pas pule, që janë mbetjet e pulës, pra nuk do të vjen për detaje tani, sepse do i bëja konsumatorët mos të konsumonin fare në produkte mishi, edhe pse mira është mos të konsumojnë sa më pak. Por të ishin në përqindje, por aty mund të ketë mish nga Brazili, mund të ketë nga Amerika, mund të ketë nga Greqia, mund të ketë nga Italia me përqindje të ndryshme. Dhe më kujtohet atëherë një nga problematikat që kanë ngritën operatorët e biznesit ishte për faktin se nuk do donin që t'i fusin me përqindje sepse ata u zbuloi sekreti për shembull i mënyrës se si ata bënin sallamin. Ndërkohë që aty nuk ka lidhje, domethënë sepse ajo është ti si konsumator duhet të jesh i sigurt se ti duhet gjurmuar. Pra atë çfarë përmendët ju, si do i gjurmojmë neve që ky produkti, i cili është importuar tani për shembull, nuk ka probleme, sepse nëse
ky tip medikament është përdorur, di që përdoret dhe aktualisht. Atëherë pse nëse këto medikamente janë të rrezikshme, pse nuk bëhet në mënyrë automatike dhe në Bashkimin Evropian, pra direkt, dhe të tërhiqen nga tregu, pavarësisht se sa kushton, pra sa do t'i kushtojë ekonomisë europiane, pra jo vetëm asaj shqiptare, tërheqja e gjithë mishit nga Brazili. Nëse do të ishte, le të themi, një element alarmant që do të kishte për sigurinë ushqimore, atëherë do të merreshin masa drastike. Pra, personalisht mendoj që është një problem pak më i madh se atë siguria ushqimore, por ju keni shumë të drejtë. Tani, kur vjen puna tek vlerësimi i riskut, si bëhet vlerësimi i riskut në Shqipëri dhe si merren në masat për matjen laboratorike, sigurisht që në produktet që janë në origjinë shtazore janë ato që gjithmonë vlerësohen më shumë dhe kanë më shumë inspektime. Por duhet të kuptojmë që ne kemi vetëm një laborator kombëtar, që është SISUVI, dhe ato laboratorët e AKU-s, shumica e tyre nuk janë funksionale dhe nuk i kanë kapacitetet për të bërë analiza. Pra kryesisht të gjitha analizat që ne i bëjmë tek SISUVI. Se SISUVI ka mungesat e veta, edhe pse është një nga institucionet që unë respektoj më shumë sepse atje vërtet i kemi shkencëtarët e vërtet. Por në momentin që nuk ka kite, në momentin që ata mund të mos kenë mundësinë për të bërë gjithë analizat, e kanë të pamundur për shkak që ta analizojnë çdo mall që merret. Pastaj vetëm mundësi është që në mënyrë periodike të merren mallat përfundimtar, që do të thotë që nëse është e pamundur që të marrësh produktin nga importi, atëherë dhe nëse është frika që për shembull tani do të importohet një sasi shumë e madhe, por pikërisht për të balancuar të pjesën se si do të gjenden tregjet në të ardhmen, atëherë në momentin që pastaj më pas do të dalin në produktet e mishit, që të thotë pjesën e sallamerisë, aty mund të merren në bazë risku, në stabilimente të ndryshme ose në pikat ku ne kemi punimin e mishit, dhe të merren në mënyrë, le të themi, random produkte dhe të bëhet analiza dhe pastaj aty të shikohet. Por sigurisht që dhe operatorët e biznesit të jenë shumë transparent që në etiketat e produkteve të tyre të kenë të përcaktuara të gjitha origjinat e mishit që ka brenda në sallameri ose në produktet e tjera të mishit. E qartë. Për sa i takon nevojës që ka tregu shqiptar për këtë mish që importohet nga Brazili, nuk vihet më në diskutim duke marrë në konsiderat që mishat e përpunuar, ato që gjejmë në supermarkete, në shumicën dërmuese, por mbi të gjitha fast foodet e gjithçka që e përdorin atë duket që kanë qenë të lidhura skajshmërisht me këtë produkt që kishte si vend origjinë Brazili. Nëse nga 3 shtatori e marrim të mirëqënë që çdo gjë do funksionojë sipas direktivave, kush mund ta zëvendësoj këtë furnizues dhe çfarë efekti do të ketë tek çmimet, sikurse e cekëm pak në fillim, por për ta theksuar më tepër. Po, varet se si, pra, nëse dy produktet kryesore që do të prek janë mishi i gjerrit edhe pula, dhe në produktet e pulës, të cilat siç thash ka një peshë të caktuar që vjen puna tek në produktet e mishit, mendoj që ashtu sikurse janë edhe në pjesën e rankimit, do të thotë që ne kemi Brazilin, pastaj kemi me 10 miliardë dollar SBA, pastaj kemi Greqinë, pastaj po aq kemi Italinë, Paraguajin. Mendoj që ndoshta një volum të caktuar do të ketë SBA-ja, do të thotë ata janë prodhues masiv të mishit, por ashtu siç e përmenda pak më sipër, dy parë çfarë unë përmenda. Fakti që edhe para 15 vjetësh SBA-ja përdorte të njëjtin produkt i cili përdorte dhe Brazili. Dhe ne më kujtohet atëherë pikërisht sepse në momentin që morëm nismën për ta bllokuar mishin nga Brazili, sepse në momentin që ti jep vendimin për ta bllokuar, duke dhënë specifikisht emrin e medikamentit të cilin Brazili përdor, nëse këtë produkt e përdor dhe SBA-ja, në mënyrë automatike ne do të bllokojmë produktet e importit nga SBA-ja nëse përdoret ky si medikament. Sepse në të vërtetë bllokohet medikamenti, do të thotë, domethënë që përdoret. Dhe më kujtohet që atëherë arsyeja që neve e anulluam ligjin, pra e anulluam bllokimin e mishit të Brazilit, ishte pikërisht sepse ne si shoqata atëherë bashkë me dhomën amerikane të tregtisë dhe me ambasadën amerikane, ngritëm problemin që ne nuk shikojmë asnjë lloj arsyetimi që Shqipëria në këtë moment, pra 15 ditë përpara, jemi në këtë stad të avancuar të legjislacionit në Bashkimin Evropian, sepse kosto që neve do të kishim ishte shumë e madhe, dhe për sa kohë nuk ka një shkak shumë madhor, pra janë gjetur problematika në lidhje me këtë problem, atëherë nuk ka pse të bllokohet, dhe atëherë me sa më kujtohet u lirua. Pra ne nuk e çuam deri në fund të bllokimin e Brazilit dhe nga Amerika bllokuan për një farë kohe. Kjo do të thotë që unë mendoj që nga Brazili, mendoj që ndoshta një pjesë do ta amortizohet nga Amerika,
ndoshta edhe nga shteti, për shumë nga Greqia, nëse importojmë pjesën e pulave ose në produkteve por me qenë se po më kujtojnë pula tani. Me Greqinë kemi pasur probleme në të kaluarën. Pra që të thotë që edhe pse Greqia është një shtet i Bashkimit Evropian, më kujtohet që kemi pasur disa herë raste të importimit të pulave që kanë qenë për skartim. Që të thotë që ata duhet t'i zgjestonin pulat, ndërkohë që ne i kemi importuar ato dhe kemi shitur si pula që mundet të konsumoheshin. Greqia në të vërtetë duhet të paguante lek që t'i zgjestonte këto pula, sepse normalisht nuk ishin më për konsum. Ndërsa ne kemi importuar dhe i kemi shitur ato, pra dhe ky është një problem shqiptar. Sigurisht është edhe një problem evropian, sepse ne po importojmë duke pretenduar që ti importon nga një vend i Bashkimit Evropian, duhet të ketë standardet e Bashkimit Evropian. Por dhe kjo është ajo çka më frikson, që do thotë që në momentin që merren do bëhen bllokime të tilla, ku vjen puna tek futja e produkteve kontraband, sepse ne akoma nuk e dimë për shembull nëse Kosova ose produktet ose fundet tjera të rajonit do e zbatojnë këtë legjislacion. Sepse ne aktualisht në moment që nuk kemi Bashkimin Evropian, nuk kemi të detyruar 100% që të zbatojmë gjithë rregulloret e Bashkimit Evropian. Sigurisht ne marrim masa për të mbrojtur konsumatorët tanë, por nuk e dim që në qoftë se Kosova ose vendet e tjera të rajonit, pra Maqedonia e Veriut e tjerë, të zbatojnë këtë rregullore. Kjo nuk do të thotë që në qoftë se ne na vijnë produktet nga Kosova dhe aty është origjina e Brazilit mund të futen. Sigurisht që nuk futen, sepse në momentin që ti e ke këta rregullore aktive nuk të futet. Por nëse futet kontraband, ti këtë nuk e kontrollon dot. Pra, është një problem pak më dhe ju e përmendët shumë saktë, faktin e verifikimit që duhet të jetë në terren edhe veçanërisht në pikat fundore ku shitet produkti, sepse ndoshta kur është puna te sallameria mund të jetë më i thjeshtë për ta konstatuar për shkak të etiketave, por në momentin që ai shitet pra i therrur dhe ti e ka pamundësinë aty të lexosh etiketën, nuk do e blesh. Pastaj, në moment që ti ke një konsumator të varfër, konsumatori që është i varfër, ndoshta edhe me dieni që mundet produkti mos të jetë i mirë, mund të blejë një produkt thjesht sepse është kushton më lirë. Kështu që këto janë disa probleme që duhen parë se si mundet të bëhet diçka për të ndihmuar konsumatorin, sepse është një moment i jashtëzakonisht shumë i vështirë që ne kemi një inflacion të ushqimeve nga të tëra anët. E qartë. Esmeralda Vallesha, faleminderit që ishit me ne sonte për një sqarim kaq shtërues mbi atë që në fund të fundit nuk lëvon për panik, kujdesi duhet vi së pari nga ne, familjet tona, dhe mbikëqyrja e institucioneve duhet të jetë optimale kur çdo gjë funksionon si duhet. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për ftesën. Bashkë ndërkohë do të flasim vetëm pas pak për një arritje të madhe për Shqipërinë, vendi i parë në indeksin e vendeve të sigurta nga sulmet kibernetike. Çdo të thotë dhe sa real është. Na ndiqni. Rikthehemi bashkë në transmetim. Shqipëria ka dalë para në botë për indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike, një lajm shumë i mirë për ata që din pak e besojnë shumë, por edhe në kuadrin e arritjeve të një vendi, i cili fal një sulmi kibernetik të Iranit 4 vite më parë, ekspozoi çdo gjë online e na la zbuluar. Sigur se me të drejtë i bëri promovimin, kryeministri Rama vlerësoi tek qeveria që drejton angazhimin e real të një trupe që në kaq pak kohë arriti jo vetëm në rimëkëmbje, por edhe të dalë para të gjithëve. Këtu fillon pastaj edhe ngjarja jon, sepse ata që e njohin mirë këtë fushë nuk lanë pa i kujtuar kryeministrit çfarë kemi humbur deri sot, gjë që për Edi Ramën nuk është tjetër gjë vetëm sulm sorrash e korbash. Kryeministri është me pushime, e reagon online, por Besmir Semana, në eksperti IT-s, e gjeti kohën që sonte të shkëputej nga aktiviteti i tij në vend të Austrisë të na bashkojë për pikpyetjet që duhet të lindin natyrshëm. Faleminderit zoti Semana që jeni me ne. Krajsi. Shahin Dokuzi, ndërkohë një tjetër IT dhe ekspert shumë mirë njohës i kësaj fushë, është me mua në studio. Faleminderit Dokuzi që jeni këtu. Besmir, duhet ta nisim bashk për hir të gjithë kësaj historie që të kuptojmë akoma dhe më tepër. Çfarë nuk kupton një renditje e tillë për Shqipërinë dhe çfarë ju nxiti juve që të nxirrnit në pa disa gjëra që për kryeministrin nuk ishin të këndshme?
Atëherë, nëse ky lajm do qëndronte thjesht lajm në një nga faqet e institucioneve, do ishte lajm i mirë për Shqipërinë, por kur një lajm i tillë merret dhe përdoret politikisht nga kryeministri, duke cilësuar Shqipërinë si kampionin e mbrojtjes kibernetike botërore, ndërkohë që kjo nuk është një gjë e vërtetë, patjetër që ne duhet të reagojmë që qytetarët ta kuptojnë që kemi të bëjmë thjesht me propagandë, ashtu siç e tha dhe zoti kryeministër, dhe siç na quhen zoti kryeministër, duhet të veprojmë si sorrat. Pra sorrat kanë, megjithse duket që ai nuk i ka dije të tuara për sa i përket zoologjisë, por sorrat kanë ca veçori të jashtëzakonshme. Mbahet si një ndër shpendet më të zgjuar, një ndër shpendet që mbahen më shumë, dhe ne si sorra duhet të mbajmë mend të gjitha hakerimet, gjitha daljet e dhënave private të qytetarëve, qofshin nga hakerimet, po qofshin dhe si dhënat e patronazhistëve ku partia shteti nxorri, qofshin dhënat e Teamsit ku institucioni shtetëror u vetë hakerua dhe i nxorri këto dhëna që janë më shumë se sa private, pra kemi të bëjmë me dhëna sensitive që cënojnë dhe sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Pastaj ky raport thjesht tregon se si një shtet qëndron në letra, pra çfarë politika ka, si ka të organizuar strukturën, çfarë njësish ka, kush është shkollimi i personave që punojnë pranë këtyre institucioneve, dhe për më tepër këto materiale nuk është se grumbullohen nga institucioni në fjalë, pra nga organizata në fjalë, sepse kemi të bëjmë një organizatë jo qeveritare, por kërkohen dhe dërgohen nga institucionet shqiptare. Duket se kanë bërë shumë mirë punën e dërgimit materialeve, por besoj me tutje edhe do e shtjellojmë se pse Shqipëria para. Patjetër. Dokuzi, kush janë armiqtë tanë? Domethënë, ajo që një opinioni publik sot është sulmi i 2022-shit nga Irani, të paktën kjo na u tha nga qeveria. Por kemi pasur të tjerën? Pak ne se kemi pas një herë nevojë të sulmohemi, të dhëna dalin domethënë jo vetëm nga Irani, po nga kushdo qoftë. Ne kemi parë që dalin dhe nga vetë së brendshmi, ose le të themi kishim rastin kur drejtori le të themi IT-s për institucion tek doganat par 1-2 vjetësh, që nxori gjithë sistemin e Teams, domethënë ai ishte në kërkim nga Italia, ndërkohë që ne marrim, ai ishte pa certifikat siguri e bën dhjetor IT, kështu që s'kemi nevojë fare për Iranin për dal infot. Për sa i përket njoftimit fundit, mos harrojmë, ajo nuk ishte, pra nëse nxirrni njoftimin t'ju shpjegoj, ajo ishte thjesht një organizat nga Estonia. Pra organizat mund të hapi kushdo, biles ishte humor i vërtet, domethënë kam një shok Libi, ai ka një organizat e ka shkruar NASA ose Space Security, edhe më tha qose ju paguani, unë ju nxjerr parët, domethënë në lidhje me satelitës, ai bën monitoron dokumentat për satelitë, se ne kemi Eagle 1, Eagle 2 që kemi lëshuar, dhe mund t'ju nxjerrë që ju jeni më të mirë se vetë satelitet e Amerikës, e US-s, e Kinës. Pra ky është thjesht një raport nga një organizat që mund të hapi kushdo. Këtë organizat faktikisht e ka hapur kushdo? Është në Estoni, pra gjithkush mund të hapi organizat. Unë kam organizat për IT, kushdo mund të hapi për IT. Merr dokumenta dhe thotë që ti je më i mirë se kështu e vlerësoj unë. Pra nuk është as se liçësuar le të themi nga KBA natë. Pra ky nuk është ndonjë lajm kaq madhor sa nuk je fare duhet ta presim. Ai është një organizat. Siç e thash, vërtet kam një shok Libi, ka organizatë, ka shkruar Space Security dhe thotë nëse ju më paguani, unë ju nxjerr parë, domethënë që ju keni Shqipëria është vendin e parë për hapësira, domethënë për sigurinë hapësinore, domethënë është thjesht një organizat që pa llogarit pasi që organizata është sponsorizuar nga shoqëria e hapur, domethënë nga George Soros, kështu që siç e dim dhe foton e fundit që ishte, po pa i lënë këto, domethënë është thjesht një organizat që thotë bën një vlerësim dokumentash, që ky ka dokumentat më mirë se të tjerët. E qartë. Është ajo që tha Semana, sepse po të kishin dhënat nuk i mbledhin vet. Ore fare, japin ne çfarë duan, nuk mbledhin, nuk ka drejt fare, as ka ku ti marrë, gjë që po edhe sikur domethënë po të kishim dhënat në leta aq mira, ne do të kishim përgjigje sot për gjithë këto sulme, se që të kesh dhënat ose letat në rregull do të zbaton GDPR e tjerë për privatësi, kështu që gjithë të dhënat ne kemi targat, numrat e celularit, çfarë paga gjitha, i kemi online. Patjetër, ndaj po të kishte një rregull kaq saktë sa kemi merituar vendin e parë paktën për fleta, dikush do ishte në burg sot, ose do kishte gjoba.
Tani në këta nuk jemi domethënë mrekullt, gjithsesi është thjesht një organizatë në Estoni, siç mund ta hapun një kinë, të bëjnë një vlerësim për hapësirën, thënë Shqipëria po tani lek dele para. Dhe jemi të gjithë në rregull. Semana me sa duket diçka e ngjashme të ka ngacmuar edhe ty Kureshtin të ulëmtosh më tej, madje teksa e vizitova edhe vet faqen, pash që nuk ishte një raport vjetor, sikurse ishim mësuar të lexonim në rreshtat e kryeministrit, por ishin 3 të tilla brenda një viti ku Shqipëria natyrshëm nga muaj në muaj fitonte pikë. Si ndodhin këto gjëra? Atëherë duhet kemi diçka të qartë. Kjo si organizat është e njohur, pra nuk është se nuk njihet, më shumë njihet në Ballkanin Perëndimor dhe shtetet e nivelit 2, nëse mund të quajmë në mënyrë të tillë. Kjo organizat është BIA ose është thjesht një projekt i EGA. Pra EGA është organizata MAM. Dhe organizata MAM që nga viti 2023 deri në 2026 ka marrë disa miliona euro investime nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli Evropian për trajnime, mënyrën se si të përgatisin dokumentacionin, se si të ngrihenin institucionet për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor. Paktën minimalisht kemi 3 projekte, të cilat shkojnë në vlerë mbi 9 milion euro. Pra, nga njëra anë, kjo organizat trajnon me paratë e Bashkimit Evropian Shqipërinë se si të përgatisë dokumentacionin dhe çfarë dokumentacioni të duhej të dërgonte. Dhe nga ana tjetër bën auditimin e dokumentacionit të cilit i dërgohet. Pra që këtu kemi një konflikt interesi. Pra është për të treguar punën e saj. Ne trajnuam Shqipërinë për 3 vite me radhë, do trajnojmë përsëri duke marrë miliona euro nga taksapaguesit evropian. Dhe Shqipëria është e para në botë. Plus që kemi edhe diçka tjetër. Një pjesë e politikave dhe strategjive të sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes kibernetike, shtetet serioze, një pjesë të madhe tyre i kanë edhe sekrete. Pra, nuk besoj se Gjermania, Amerika, Izraeli do i dërgojnë dokumentacion aq të detajuar kësaj organizate për të treguar se sa të fuqishëm janë në letër. Kurse Shqipëria thjesht të marrë vendin e parë, ka dërguar çdo gjë çfarë ka. Në fund të ditës këtu kemi edhe një problem tjetër shumë të madh. Nëse ne jemi kaq mirë në letra, nëse shikojmë buxhetin e shtetit tek pjesa e akshit ku është akruar për të institucionet e tjera, kemi me qindra miliona euro të investuara. Pra në letër jemi në rregull me ligje dhe me procedura, me para jemi deri diku në rregull sepse janë paguar lekët, pse po çdon Shqipëria? Nëse kalojmë tek disa muaj më përpara ku Shqipëria ishte në vendin e 9, thjesht një javë pasi zoti kryeministër bëri pothuajse të njëjtin status, u hakerua parlamenti shqiptar dhe nuk kemi të bëjmë me një hakerim të thjeshtë. Pra nuk kemi të bëjmë me hakerimin e website-it, por kemi të bëjmë me një hakerim horizontal ku të gjitha sistemet u hakeruan dhe hakerat arritën të hynin deri në platformat e virtualizimit duke pasur akses plot mbi serverat. Dhe ne sot e kësaj dite thjesht dimë që Shqipëria është e para, por nuk e dimë çfarë u prek, çfarë u mor, kush ka qenë ndami dhe askush nuk u bë para përgjegjësisë. Pra një parlament i hakeruar në mënyrë të tillë është një njëjti parlament kur një sekretar e parlamentit rrëzohet nga shkallët, nxjerr videon brenda 4 minutash dhe u vën në dispozicion politikanëve, që është një shkelje e të gjitha këtyre procedurave që shteti shqiptar ka dërguar pranë kësaj organizate, sepse nuk mund të dalin videot e mbrëmshme të institucionit. Pra për të dërguar këto të dhëna semanaj të kjo organizat, shteti i bie që e njeh mirë apo qortazi i besoi të gjitha të dhënat që mund t'i ofronte? Patjetër që e njeh mirë, se siç e thash edhe më përpara, kjo organizat për 3 vite me radhë po trajnon të gjitha institucionet shqiptare dhe ka marrëdhënie shumë të ngushta me shtetin shqiptar. Ka marrë disa miliona euro nga Bashkimi Evropian për të trajnuar Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor. Pra këtu hyn dhe paraja, pra. Ai që merr paratë për të trajnuar, ai të bën dhe auditimin dhe vlerësimin. Patjetër. Pra është marrë një mësues privat, dhe mësuesi privat do jepni edhe provimin e maturës. Dhe siç e dim, s'para ngelet nëse ai që të jep mësimet jep dhe provimin. Janë si certifikatat në të gjitha trajnimet që bëhen me organizata të huaja. Çdo kush që merr pjesë aty e merr një të tillë për arritje
dhe cilësi shembullore që nuk e kemi parë më herët. Dokuzi, Realisht certifikat është ajo, do të nuk është as i gjë tjetër, thjesht certifikat. Pra për ne shqiptarët certifikim as kesh marr, do të thënë diçka që të vlerë thjesht një info më së shumti, ose si një certifikat fiks fare. Kjo nuk do të thotë se shërben si dhënë që informacionet, domethënë jemi thjesht certifikat, sikur jepin në 3 orë që shkon ndjek diçka, të japin një certifikat, ajo është. Pra, referuar asaj që thoni ju dhe asaj që i bashkangjisë ka semana të punka, pra organizata shpesh që ne nuk kemi hacker ose që të mund bëjmë test real që a keni dopsi, ka organizata tjera. Test real thot semana e bën me kuvendin ata, nuk ka ku të shkojë më tepër. Jo, them organizata e kishin përpara sy. Organizata është në një nivel që shpesh që ne nuk kemi hacker të bëjmë test, pra nuk kemi në atë nivel sa testojmë thjesht me ato dokumenta që na keni dhënë, biles organizata tjera që janë për këtë punë si Green Security e tjerë, Green Cyber, na ka renditur në vendin 103, kemi dhe një ITU, International Telecommunication Union, edhe aty jemi në vendin rreth 83, pra organizata reale që bëjnë testime, e çojnë Shqipërinë shumë më mbrapa, ndërsa një themi organizacia i shokoj LBB që thotë mund të nxjerr paret për në hapësirë, që thjesht jep çfarë dokumenti duash edhe mbaron punën. Pra këtu nuk ka vend për entuziazëm në kundërshtimin tuaj. Absolutisht, thjesht, dhe që s'mund të japësh as dokumenta se duhet të gosh infrastrukturën e tjetër, është shumë po e zëmësite. Nëse do jepje dokumenta do thotë që ti ke deklaruar kush janë përgjegjës për çfarë ndodh, ndërkohë që këtu kishim ja par 3 muaj që parlamenti ndodhen asnjë smajt të përgjegjësinë, ndërkohë që dokumentat e përcaktojnë shumë mirë. Që shajini është administrator për këtë gjë dhe mbar përgjegjësi gjob deri etj burg, por që fillojnë gjoba nga 1 miliard det e ka dhe legjislacioni i shtetit shqiptar. Kështu që po të ishte dokument kaq i saktë, do ishte dikush që do të mbante, ndërkohë që po atëherë është thjesht le ta ndryshojmë këndvështrimin e kësaj situate. Ka marrë pjesë ke kursi dhe ka marrë kështu. Ku janë rreziqet më të mëdha që na paraqiten neve sot? S'kemë ne çdo dhën ka dalë. Do të thotë ti ku del dhënat e parlamentit që aty janë emailët që kanë bërë me po është me sigurinë kombëtare ajo. Do të thonë ku kemi bazat e tjera për po ja fol hipotetikisht, do të thonë ku janë bazat tona që mund të flasim me ministrinë e brendshme etj, do të thonë ty të kanë dalë gjitha çfarë pretendon. Do të thonë ku doli parlamenti, s'kemë çfarë fsheh. Pra lëri pagat. Ty të ka dalë çfarë do informacioni i brendshëm, do të thonë. Që siguri kombëtare, kështu çfarë lidhje kanë ato tjera, do të thonë çfarë do të dalë. Do të emailet më japin ke në grupin Telegram mund të shkarkosh emailet, futu tek cili do të mund ti lezosh. Do të ka dalë siguria kombëtare, çfarë do të dalë më. Pra s'na mbetet asgjë në këto kushte. Mbetet asgjë, pra ka dalë emailet e parlamentit, do të thonë që ato vendosin për kombin për çfarë gjë lidhi. Semana, pse u angazhuat aq shumë dhe me ëndje t'i ktheni të përgjigje kryeministrit në atë sulm që ju bëri, sikurse edhe stampo që mbani në bluzën tuaj sot? Po, e para zoti kryeministër më sa duket e kuptoi gabimin që bëri me statusin e parë, sepse nuk isha vetëm unë, po ishin të gjithë kolegët që reaguan minimalisht duke qeshur, sepse ishte me të vërtetë qesharake. Por sot i gjithë populli është bërë i zgjuar. Mjafton që emrin e organizatës dhe raportin ta fusni në ChatGPT, në Grok, në Cloud AI, kudo ju dëshironi dhe ju tregon shumë qartë që ky raport nuk ka asnjë vlerë. Dhe me sa duket kjo gjë e mërziti kryeministrin dhe në vend që të merrej me ato që kanë keq informuar dhe kanë shitur si një arritje të jashtëzakonshme për Shqipërinë, u morë me ato të cilët i thanë vërtetën popullit. Dhe kjo nuk është hera e parë, nuk është hera ne një situatë tillë kishim dhe me hakerimet. Ne nuk kishim raportim zyrtar nga institucionet, po kishim raportim çdo 30 minuta nga kryeministri. U tha nuk u prek asgjë, pastaj u tha që u preken vetëm 2 mailboxe, pastaj ato 2 mailbox u bën 5 dhe ne ngelem humbem besueshmërinë dhe ngelem duke pritur çfarë do nxjerrë grupi i famshëm i Telegramit, që besoj që shumë pak kanë nxjerrë me ato çfarë kanë, për sa kohë bëjnë thirrje në grupet e tyre për t'i blerë danat e shqiptarëve me Bitcoin në dark web. Dhe besoj ka momenti që çdo qytetar për problemet e veta që ka ose për temat të cilat i kupton duhet të japë një përgjigje. Jo vetëm kryeministrit, po të gjithë atij grupimi që rrethon. Ai mjaftohet me duke na thirrur sorra, por siç thashë më përpara, akoma nuk e ka kuptuar se si funksionon sorra, siç e vazhdova në fillim dhe thash pjesën e zgjuarsisë dhe të memorjes, sorra ka dhe diçka tjetër, që në përgjithësi flet, mbledhet, këndon aty ku ka kërm, aty ku ka coftin dhe ku fon politike. Pra në jetën reale fizike, por në jetën politike. Dhe me sa kuptoj është shumë i trishtuar nga protestat dhe çfarë po ndodh në Shqipëri dhe të mundohet të gjej çdo fije peri ku të kapet. Por këtë radhë kap tek fija gabuar. E qartë. Atëherë,
natyrshëm pyes edhe ju atë që fola pak më herët. Ne kemi realisht armiq, sepse edhe kryeministri në protest i mori me radhë të gjitha shtetet që mund të na cënon. Tani, unë nis që me Grekrit me autobuza me aj, kaluam tek shërbimet serbe që doli që ishte makina e Reutersit, pastaj përmenden vetëm një herë Rusin dhe pas reagimit rus u shua, u kapën përsëri me Iranin dhe ato e harruan, tani kanë ngelur të sorrat sepse momentin që akuzon një shtet për një akt, sepse nëse do ishte nga një shtet do quhej akt terrorist, do japësh llogari dhe të institucioneve ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare, shërbimet e tyre i kanë të gjitha informacionet. Pra nuk mund të ngrihesh të akuzosh Greqinë, ndërkohë që Greqia është aleat, është pjesë e NATO-s, është pjesë e Bashkimit Evropian dhe me sa duket aleatët e tjerë kanë kërkuar llogari. Dhe tani prandaj kanë ngelur vetëm tek sorra që nuk i di as kuptimin. Dhe patjetër që kemi armiq. Patjetër që dhe nëse nuk do kishim armiq, krimi kibernetik, pra grupet e caktuara nëpër botë e përdorin qoftë dhe minimalisht për përfitime monetare, patjetër që Shqipëria sulmohet pafund dhe aktualisht që ne po flasim, ju asiguroj që dikush po sulmohet, qoftë institucion shtetëror, privat ose individ, dhe kjo nuk është një specifik vetëm për Shqipërinë, është një specifik për gjithë botën. Por për një krahasim shumë thjesht, Shqipëria me Kosovën. Shqipëria renditet e para, Kosova renditet në vendin e 80 catë. Ne e dimë se kush janë armiqtë të shtetit të Kosovës dhe sa të fuqishëm dhe sa kanë investuar tek pjesa e krimit kibernetik. Dhe sistemet e shtetit të Kosovës nuk janë hëndëruar asnjëherë si shteti shqiptar. Të dhanat e qytetarëve të Kosovës nuk kanë dalë publike dhe nuk janë publike si dhanat e qytetarëve shqiptarë. Ndërkohë që Kosova renditet te 86-ta, Shqipëria mban flamurin e Bajraktarit, duke pasur nuk po them po të ulura. Besoj secili nga ne e kupton këtë gjë. Dhe më vjen keq sepse po bëhemi meme ndërkombëtare. Kujto nga kolegëve të mi, qoftë në Austri, por në shtete të tjera me të cilët punoj dhe bashkëpunoj, i tregova statusin e zotit kryeministër, thjesht i vinte të qeshte dhe më bëri një pyetje shumë thjeshtë. Shqipëria është për herë të para në këtë renditje. Çdo vit ka pas më shumë se sa një shtet, duke qenë se nuk është vjetore, por e bëjnë disa herë në vit. Keni parë ndonjë kryeministër të ndonjë vendi të botës të nxjerrë një raport të një organizate për krimin kibernetik, qoftë jo vetëm krimin kibernetik, por qoftë edhe në fushat e tjera. Pra ka zvulluar aq shumë imazhin e Shqipërisë, sa mua më frikson që do përfundojmë bëhemi meme, sikurse u bëm meme me diellën, që vazhdon prej një viti shtatzan dhe po presim të lind 83 fëmijët, shpresoj mos ketë dështuar se do ishte një lajm i keq. Ndodh edhe kështu. Dokuzi, ju besoni që mund të ketë pasur qarqe të ndryshme që kanë influencuar protestën e bulevardit? Nuk e besoj fare, është komplet, do thënë, popullore. Gjithkush është ngritur nga paganajsi, domethënë. Ai nuk lindi në bulevard, lindi në Zvërnez, domethënë. Edhe u zgjerua thjesht me rastin e dhunës, pra ishte pasojë mund ngelte ndoshta pa aty siç mund të ndodhte, kështu që pas e filluan nga përkënaqësitë e tjera, po s'kishte lidhje fare që nga lindja ishte shumë normale, shumë popullore, ishte po nga vetë, siç e kemi parë nga vetë banore, domethënë, për pronat e vjetura, kështu që as ka lidhje fare domethënë se si. Ju besoni se kryeministri ka pranë vetes persona që ja keq interpretojnë një informacion, apo nuk janë aq të aftë sa ta kuptojnë edhe rëndësinë e secilës për organizatë? Si duan, nuk ka lidhje fare ata, normalisht. Sepse kjo intereson atyre më tepër. Do ta mendonte që do kishte ndërhyrje, mund të shparte zgjedhje tani dhe ta shikonte ai, pra ne nuk shpatë zgjedhje parakoshme ose teknike, siç e ka bërë Kosova 2 herë dhe ka fituar po 2 herë. 4 herë deri tani ka fituar vetëvendosje, nisur nga ato zgjedhjet që nuk sollën asnjë të mirë, po vazhdon. Patjetër, nëse do kishte 800.000 vota ose do t'i besonte aty, ta shpalte tani zgjedhjet dhe ta shikonte domethënë për ato. E qartë. Mbyllte çdo muhabet domethënë, një organizatë do populli dhe ta donte prapë, po ti shpalte, kështu që s'ka nevojë fare. Në investimet për sigurinë kibernetike, si qëndron Shqipëria krahasuar me vendet fqinje? Sepse Semana i solli rastin e Kosovës, por është Maqedonia e Veriut. Kudo çdo lek që është do merret, do mbaroj, kështu që s'ka. Ne thjesht jemi pjesë e projekteve, thonë. Absolutisht fare. Këtu do merren çka ka taksat tona, do merren po nga jashtë, do uli euron që kompensoj, sepse edhe për euron thotë të forcu leku, euron e ul që
blesa më lirë, duke na dëmtuar ne dhe të shlyer borxhe që merr jashtë, pra nëse do marr për sigurinë le të themi X milion euro nga Europa, normalisht duhet t'ia kthej. Ule euron duke dëmtuar vetë banore domethënë që ta blej më lirë të kthej borxhin, pra s'ka lidhje. Këtu çfarë do lloj leku të jetë i ndar për çdo gjë do merret domethënë. Nëse ajo ka pas një fond për emergjenca dhe nuk u përdor, do mendoj se da qoftë do bitën në internet, po si ti marrin, po i marrin me koncert, domethënë këtu s'ka. Nuk ka fond që rinë kënd. Këndvështrimi i thjeshtë që keni. Faleminderit Shahim Kotuzi, dokuzi që ishit. Po patjetër. Kemi edhe diçka shumë interesante. Nuk di një vend tjetër në rajon, por dhe me gjërë ku e gjithë kupola drejtuese e qeverisë digjitale akuzohet nga SPAK-u si grupi organizuar kriminal. Pra, nga ky moment, asnjë raport ty nuk mund të nxjerrë të suksesshëm në mbrojtjen kibernetike, kur të gjithë drejtuesit e qeverisë digjitale, le ta quajmë, siç e quhen Rama vet, i ketë akuzuar si grup kriminal, jo për korrupsion, por si grup kriminal. Një pjesë janë të arrestuar, një pjesë janë në kërkim, ca biznesmen nuk dihet ku janë, ca janë kapur. Pra situata është tragjikomedike. Kur e shoqëron bashkë me këto raporte të suksesit si ylli polar që po shndrisim Europën dhe gjithë po mësojnë nga ne. Pra, tani besoj që shumë të ri kanë ikë nga Shqipëria, tani me këto lajme të fundit shumë qytetarë dhe të ri europian do i drejtohen Shqipërisë për të gjetur punë dhe për të mësuar se si bëhet mbrojtja kibernetike në Shqipëri, pasi lexojnë lajmin e zotit kryeministër. Nëse mundem do thoja diçka për protestat, me që ishte si pyetje. Përveç se në Shqipëri protesta po organizohet në diasporë, aktualisht kemi mbi 21 shtete, mbi 60 qytete dhe mbi 300 protesta, megjithëse nuk janë pasqyruar në media shqiptare. Deri tani janë realizuar mbi 300 protesta, pra 300 ditë protest në Europë, Amerikë, Kanada. Vetëm në Vjenë mbyllen protestën në 10 dhe këtë fundjavë do jetë protesta 11, ndërkohë që këtë fundjavë me datë 14, 15, 16 diaspora është organizuar që të zbresë të shesh në Tiranë dhe nuk besoj që ka ndonjë agent iranian, rus, grek e tjerë që po paguan diasporën, për më tepër që kemi një super respekt nga policitë vendore kur shohim kauzën për të cilën ne po protestojmë. Qartë. Faleminderit Zemana që ishit sonte dhe sollët këtë qasje nga interesante. Faleminderit dokuzi edhe një herë, kënaqësi. Faleminderit juve që na ndoqët në fund të mbrëmjes. Ishte i gjatë ky programi së enjtes, mirë po ndodhemi në pikun e javës. Takimi i radhës mbetet të hënën e ardhshme. Deri atëherë, fundjavë të mbarë dhe mirëpafshi.